zonja Zotrinj me mbrëma. Kanë qenë ditë kur është folur shumë për mandatet në përgjithësi, mandatin si kryetar të Partisë Socialiste për Edi Ramën, mandatin e deputetit të Partisë Socialiste Koço Kogdhima, mandatin për të riformatuar Partisë Socialiste në Jug dhe shumë çështje tjera që lidhen edhe me mandatet. Por çfarë ka për thënë personi që në fakt është dërguar te njëjtën para gjykatës kushtetuese për të parë vlefshmërinë e mandatit të tij? Ja cili shiftuari sonte. Koço Kogdhima, deputeti Partisë Socialiste në Qarkun Vlorë, drejtuesi Partisë Socialiste për të ristrukturuar partinë në rajonin Vlorë-Gjirokastër, me antarësime të reja, por edhe pakënaqësi dhe debate brenda partisë. Si përmarrësi i kthyer në politikan, i njohur si mbështetësi i koalicionit PS-LSI, gjendet përballë gjykatësve të kushtetueses, që do të interpretojnë vlefshmërinë e mandatit të tij, pas akuzave të opozitës për përfitim të fondeve publike. Koço Kogdhima, faleminderit që ndodhesh në studion tim. Faleminderit për ftesën. Do t'i pyes për mandatin, në fakt, po ndoshta më pas, sepse tani kam një kuriozitet që do ta nisja me punën tuaj në bazë në Partinë Socialiste, për mandatin për ta riformatuar, riorganizuar Partinë Socialiste në rajonin e Vlorë-Gjirokastër. Si e morët këtë mandat? Tash unë jam deputet në Qarkun e Vlorës dhe deputetët, përveç gjithë detyrave të tyre funksionale, si përfaqësues të popullit në parlament, në kuvend, janë sigurisht edhe përfaqësues të Partisë Socialiste për zonat nga ato vinë, sepse zgjidhen me mbështetjen e Partisë Socialiste dhe punojnë përsëri me të. Kështu që është një gjë shumë e natyrshme që deputetët punojnë me partinë. Nuk do kuptohesh diçka tjetër, po kjo... Po janë 7 deputet, i deleguari i Partisë Socialiste jeni ju. E kuptueshme. Ndërkohë që në rajonin Vlorë-Gjirokastër, sigurisht që punojmë një grup kolegësh, edhe deputet, edhe jo vetëm deputet, po edhe kolegë tjerë që janë drejtues të rëndësishëm në funksione të rëndësishme që ushtrojnë pushtet në nivel vendor në emër të Partisë Socialiste. Ky grup, kjo strukturë, praktikisht merret edhe me drejtimin e punëve të partisë atje. Sigurisht. E kërkuat apo u dhan këtë pozicionin e deleguarit për të riformatuar rajonin? Nuk është diçka as e kërkuar, as e dhënë, është një proces i natyrshëm pune. Një nga kolegët do ta bëjë një rol të caktuar, një tjetër do bëjë një tjetër, e kështu me radhë. Kështu që si ka ecur puna deri në këtë pikë? Është reforma e Partisë Socialiste në rajonin Vlorë-Gjirokastër është zhvilluar në mënyrë shumë interesante. Ajo është një reformë komplekse, është një reformë e hapjes dhe shumëfishimit të radhëve të antarësisë saj, është një reformë e strukturës politike dhe ekzekutive të partisë, e sistemeve të menaxhimit, e përtritjes dhe gjallërimit të debatit politik, e përtritjes së vlerave në parti e kështu me radhë. Pra është një reformë komplekse që prek të gjitha anët e ndërtimit të Partisë Socialiste atje. Partia Socialiste besoj ishte e ndërtuar në atë rajon? Sigurisht, sigurisht. Partia Socialiste ka qenë praktikisht në 25 vjet në reformim të vazhdueshëm, sepse kjo është në dialektikën e vetë të partive politike, që vazhdimisht në përputhje me zhvillimet historike, ekonomike, social-politike, ato edhe përshtaten edhe reformohen. Dhe tani jemi në një fazë tjetër. Në këtë fazë jemi tani bëjmë fjalë për këtë lloj reforme që po zhvillojmë aktualisht. Kjo është një punë shumë e suksesshme. Në rajonin Vlorë-Gjirokastër, dua që unë njoh më mirë, se nuk mund të them për gjithande, po. Por për këtë që unë kam njohje të detajuar... Pikërisht, për këtë që ju keni punuar dhe investuar këto kohë, si e gjetët gjendjen e Partisë Socialiste në rajon? Tani, ne kishim atje rreth 6.000 e sa antar aktiv të Partisë Socialiste nga 12.000 që ishin në listat e partisë, të cilët përgjithsisht nuk është se bënin jetë aktive në strukturë, por janë aktivistë politik, janë njerëz të identifikuar me Partinë Socialiste, janë komisioner, numërues, vëzhgues, militant të Partisë Socialiste, agitator të Partisë Socialiste e kështu me radhë. Por në këtë reformë, praktikisht, u bëj një ndryshim shumë i thellë, sepse numri i antarësimeve të reja në parti u zhvillua shumë.
Aktualisht në Vlorë Gjirokastër kemi rreth 22.000, po tentohet drejt 22.000 antar. Pra kemi bërë praktikisht 15.000 deri në 16.000 antarësime të reja në parti, përgjithsisht njerëz me shkolla, njerëz të rinj dhe të reja, njerëz me cilësi të larta dhe sidomos gra dhe vajza. Ku i gjetët këto zoti Kuklima? Pse s'ishin angazhuar më parë në politikë? Kjo nuk është një pyetje aq e thjeshtë sa duket, por është një nga pyetjet që e shpjegojnë vetë nevojën e kësaj reforme. Ajo reformë nuk është e përsosur, nuk është perfekte, por e kam thënë dhe herë tjera është diçka madhështore vërtet. Dhe nuk vjen nga një plan i zgjuar, por vjen nga nevoja e papërmbushur e qytetarëve për t'ju mundësuar pjesëmarrje në qeverisjen e vendit, si dhe hapësirë për zhvillimin e aktivizmit tyre politik dhe të një karriere të shëndetshme për të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen politikan të së nesërmes, politikan profesionist ose menaxher të interesave publike dhe shtetërore. Dhe me këtë reformë praktikisht kjo gjë u mundësua. Unë mund të them se këto nuk janë sekrete, por struktura e mëparshme politike që ne kishim në Partinë Socialiste atje, kishte probleme të qarta dhe të dukshme të funksionimit. Kemi pas jo pak raste organizata socialiste që funksiononin shumë mirë, por ama kemi pas shumë raste të tjera që organizatat socialiste për shembull ishin të ndërtuara mbi bazë familje, ose mbi bazë fisi, që një organizat për shembull e kishte një familje ose një fis, të cilat pastaj ishin nuk mund të bëhet fjalë më për që në një organizata të tilla të ketë një debat civil, të ketë një pjesëmarrje të lirë të njerëzve, të ketë një shprehje të lirë të ideve, mendimeve të tjera, ato konsiderohen më shumë, janë shumë të mbyllura dhe s'hyn dot brenda tyre, edhe këto jo vetëm në fshatra, por dhe në qytete. Ashtu siç kemi pas raste organizatash të cilat ishin prej vitesh, 20 vjet, 25 vjet një kryetar, që nuk ndryshon dhe nuk zgjidhesh më. Ose organizata që kishin kryetar, po s'kishin antar. Do kanë marrë shembull nga Kreu në Tiranë. Se dhe kryetarët e partive janë jetë gjatë në Shqipëri. Nuk flasim për këtë aspekt, po flasim për ato aspekte të cilat janë shprehje të atrofizimit të strukturës politike. Dhe të gjitha këto janë kapërcyer në këtë reformë. Dhe aktualisht mund të përmend dy ngjarje shumë të bukura, shumë të rëndësishme të kësaj reforme. Ishin dy ngjarje që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Zgjedhjet në organizatat socialiste dhe zgjedhjet për delegatët e Kongresit të Partisë Socialiste. Zgjedhjet në organizatat socialiste janë bërë në mënyrë krejtësisht transparente, me një përfshirje shumë të gjerë të rinjve, të rejave, të njerëzve me shkollë, të njerëzve me cilësi, në mënyrë krejtësisht civile dhe me rregulla, pa grindje, pa konflikte, pa keqkuptime, pa shere, pa prishur kutit, etj. Por, duke publikuar me transparencë të plot çdo mbledhje zgjedhore, me foto, me njërë me tjetër në publik, në rrjetet sociale e tjera, dhe ishte një demonstrim i shkëlqyer, një pjesëmarrje shumë të gjerë të gjithëve. Meqense jemi këtu. Pse ishte nevojshme që të merrni një mandat deleganti dhe ju? Ndërkohë që jo, më përgjigjeni për këtë, lutem. Të përgjigjem te zgjedhjet e delegatëve atëherë. Meqense e dyta është pikërisht çështja për zgjedhjen e delegatëve. Edhe zgjedhjet e delegatëve ishin një demonstrim shembullor i suksesit të kësaj reforme atje, sepse morën pjesë në këto zgjedhje masivisht antarësia e re e partisë, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8 mbrëmjes, me njerëz që rinin radhë, ishin zgjedhje demonstruese sikur bëheshin zgjedhjet e përgjithshme. Dhe kuptohet që nuk është diçka e re, është diçka që reforma të tilla janë reforma të cilat shoqërohen edhe me kundërshti. Prodhojnë edhe kundërshti, edhe konflikte, edhe si me thënë, negativitete, edhe mos mbështetje. Jo në rastin konkret. Në përgjithësi. Edhe në zonën tuaj prodhuar. Në përgjithësi. Ndërkohë që edhe rasti im është një rast i debatuar. Ju e dini këtë gjë, që është një rast si ka pas debat, edhe nga jashtë, edhe nga brenda. Kjo që ne po bëjmë, praktikisht, është një punë e cila nuk është një punë e pëlqyeshme në radhë parë nga konkurrentët tanë apo jo. Është një punë që
Sepse Po jo, po flasim për kundërshti nga konkurrentë, po flasim për kundërshti nga brenda Partisë Socialiste, nga deputetët e tjerë të zonës. Unë dua të shpjegoj kuadrin e gjërave që të kuptohen qartë, por po që t'jemi edhe më konkret për të edhe jam shumë konkret. Nuk është diçka e pëlqyeshme edhe nga konkurrentët tanë, që Partia Socialiste për shembull atje të vijë në këtë vit pas zgjedhjeve në këto muaj, të vijë me një 3.5 fishim të antarësisë vet dhe të tentoj 4 fishimin e antarësisë vet, flet për shëndetin e saj elektorale atje. Dhe ky shëndet elektoral sigurisht që nuk shkon në të njëjtin interes me konkurrentët tanë. Dhe nga kjo pikpamje ka patjetër reagime, mospëlqime, negativitete. Ashtu siç brenda nesh. Nëse bëhet fjalë për shëndet, atëherë pse janë mërzitur apo kanë pa kënaqësi kolegë tuaj, deputet Partisë Socialiste? Ashtu siç po e shpjegoj atëherë. Edhe brenda nesh, siç ka shumë njerëz të lumtur dhe që e vlerësojnë shumë këtë në shumicën dërmuese të gjithë partisë. E vlerësojnë shumë këtë reformim të Partisë Socialiste në rajon. Rrim me këta që nuk e vlerësojnë aq. Përse? Çfarë argumentat e tyre? Që flasin për një privatizim të partisë në bazë, për njerëz që janë shumë afër të tarafit tuaj, mund të japim përgjigje këtyre gjithashtu. Nuk besoj ta ketë thënë njëri që unë kam njëri të tarafit. Jo tarifet si fisë, njerëz që janë afër jush, le të themi. Unë punoj afër me partinë atje dhe njerëzit e partisë janë afër meja atje. Nuk kam njerëz të tjerë unë, por dua që të kuptohet edhe kjo anë. Kjo reformë që bëjmë ne është një reformë e thellë dhe komplekse dhe si e tillë ndryshon rendin e mëparshëm të funksionimit të gjërave. Ndryshon shumë drejtimin, vetëm një gjë po ju them që drejtimi i ri i strukturës politike atje është më shumë se 90% drejtimi për të rirë. 90% gjithë këto mosha e madhe në parti i kanë hapur rrugë brezit ri. Ja hapën apo i hoqën? I kanë hapur rrugë brezit. Si e hapën rrugën vetë? I kanë hapur shumica dërmuese e tyre. Po ikim ne tani se do vjet dikush që ka dhe bekimin e Koçës. Jo, nuk shiko, aty këto janë gjëra shumë masive, janë mira njerëz që zgjidhen. Nuk është një gjë që nuk kanë as njohjen time dhe as bekimin tim në kuptimin personal. Ato janë vetëm organizata socialiste, ne kemi bërë zgjedhje në 863 organizata. Dhe të bëra këto në 2 javë. Si mund të bëj ti njofi Koço gjitha njerëz e tjerë, këto nuk mund të qëndrojnë, nuk funksionojnë kështu. Koço bën drejtim politik, nuk merret me përcaktimin e emrave që zgjidhen. Dhe këto, gjithë ky ndryshim i madh, sigurisht që ka edhe reaksion. Ka edhe njerëz që e kanë konsideruar ato sën si pronën e vet personale. Ka njerëz që nuk e kuptojnë dot si do më heqish mua thot, si do iki unë thot. Ndërkohë që ka dhe të tjerë që thonë edhe po t'iki unë do ja trashëgoj djalit ose do ja trashëgoj vajzës. Këto koncepte dhe këto mentalitete ekzistojnë në Shqipëri, jo vetëm në Vlorë Gjirokastër, po ekzistojnë në gjithë vendin dhe jo vetëm në Partinë Socialiste, po ekzistojnë në të gjitha partitë politike. Mbetemi tek rajoni juaj. Mandatin delegatin për të qenë delegat. Ta përgjigjem pak për këto pakënaqësi. Po më shpjegoni pak të pse kishit nevojë për një mandat delegati kur ju jeni deputeti asaj zone. Mos ki merak sepse kjo që po të them unë përgatit përgjigjen për pyetjen tuaj. Dakor. Dhe po e pres. Këto ndryshime të rendit funksionimit të gjërave është klasike kjo. Gjithmonë shoqërohen me kundërshti nga njerëz të cilët janë mësuar të punojnë me rendin e vjetër të funksionimit të gjërave, ose kanë përfitime nga rrjeti i mbarshëm. Ose kanë dyshime që ky rendi i ri i gjërave do të jetë më i mirë dhe do të jetë më afër demokracisë funksionale të partisë. Sigurisht që edhe kjo mund të jetë, por edhe në grupin ton, kjo është një çështje e përkrahur, jo vetëm e përkrahur, por të gjithë kolegët tanë janë bashkë kontributor, janë aktor që kanë punuar bashkë, unë kam punuar me ta, ata kanë punuar me mua, të gjithë ne kemi punuar me kolegë tjerë në udhëheqjen e partisë, kemi punuar të gjithë si një skuadër dhe të gjitha kundërshtit i kemi diskutuar, i kemi debatuar, jemi ulur nëpër tavolinë sa herë, kemi rrahur argumentet, do vazhdojmë edhe në të ardhmen kështu që të kuptojmë më mirë njëri tjetrin dhe tani kush është grupi juaj, meqense e përmendet, grupi juaj? Deputetët e qarqeve Vlorë dhe Gjirokastër. Punoni bashkë me ta? Sigurisht. Jeni takuar?
Se unë kam përshtypjen që çfarë kemi lexuar në media, ju as nuk komunikoni me njëri tjetrin. S'është fare kështu. Është shumë e gabuar. Ne jo vetëm që punojmë. Mund të na thoni emrat e kolegëve që keni bashkëpunuar? Ne jo vetëm që punojmë bashkë me të gjithë kolegët. Me zonjën Leskaj, me zotin Fatmir Toçi. Leskaj dhe Toçi kanë qenë më pak aktiv, por ne edhe me ata kemi bashkëpunime. Edhe me ata bashkëpunojmë. Edhe pse kanë qenë më pak aktiv në këtë reformë. Tashi, po pse kanë qenë më pak aktiv? Se nuk është hapësirë që bashkëpunojnë. Është një çështje që duhet t'ja u pyesni atyre jo mua. Ndërkohë që kolegët e tjerë kanë qenë shumë aktiv dhe të përfshirë gjatë gjithë ditëve dhe gjatë gjithë kohës. Tashi, sigurisht që ka ekzistuar një lloj, si me thënë, pretendimi që ka edhe një pjesë që nuk e mbështet reformën e tjera, dhe në zgjedhjet e delegatëve ishte një përgjigje përfundimtare. Ishte një përgjigje e plot, ashtu si në zgjedhjet e bazës të OS-ve, por në këtë delegatëve kur masivisht të gjithë antarësia e partisë mori pjesë në këto zgjedhje dhe realizuam një proces shëmbullor, një proces madhështor, si të ishin zgjedhjet e përgjithshme. Po kush kanë pakënaqësi dhe pse kanë pakënaqësi? Në djenin tuaj. Unë nuk merrem me detajet veçanta, sepse këto janë gjëra shumë normale, që të kemi, nuk mund të jemi të gjithë 100% dakord gjithmonë edhe në çdo kohë për çdo gjë, se kjo s'ndodh as në shtëpinë tonë, as brenda familjes sonë, as mes dy njerëzve, jo më mes qindra e mira njerëzve. Dhe kjo është një gjë shumë normale. Por procesi që është zhvilluar dhe reforma që është zhvilluar është pritur me entuziazëm nga baza e partisë, nga populli dhe nga partia, sepse është në nevojën e tyre. Një parti, një strukturë politike e kalcifikuar, e dekompozuar, dhe që nuk i mundëson njerëzve pjesëmarrje në qeverisje dhe hapësirë për zhvillimin e aktivizmit dhe të karrierës tyre në politikë, është padyshim e papëlqyeshme. E ndryshe nga kjo... Nga kush është e papëlqyeshme? Është e papëlqyeshme nga publiku i gjerë. Nga publiku? Sigurisht, sepse... Edhe nga të zgjedhurit në atë rajon? Edhe nga deputetët? Jam duke folur, Ilva, jam duke folur për raportin e reformës me publikun, me qytetarët dhe me partinë. Tashi, ky shpjegim që po bëj unë tregon fiks se si u prit dhe kush është edhe çelësi i suksesit të kësaj reforme. Sepse kjo reformë... Suksesin do ta masim pas kongresit, besoj, kur të filloj ta shohim realisht nëse funksionon dhe si do funksionon. Ne kemi bërë testet e para, apo jo? Këto procese të zgjedhjeve në parti janë testet fuqishme. Ky antarësim në parti është test i fuqishëm. Përbërja dhe struktura e re sociale e partisë është test i shumë i fuqishëm. Gjithë kjo rini e arsimuar, e kulturuar, gjithë to djeme vajza, gjithë to të rinjet e reja, gjithë to gra të përfshira në parti, nga një parti që kishim me pjesë të tëra jo funksionale të strukturës politike, kemi tani një strukturë shumë aktive dhe një strukturë e cila do të vazhdoj në këtë rrugë të thelloj zgjerimin e radhëve të saj, hapjen e saj dhe adoptimin e një kulture funksionale si parti elektorale, si parti e qytetarëve dhe si një parti që duhet të ndihmojë gjithë reformimin e institucioneve në Shqipëri. Mirë, do të thotë prapë për të ardhmen, po duhet mbetem pak tek e tashme. A ka prishur interesa kjo reformë që ju thoni? Sigurisht, s'ka reformë që nuk prish interesa. Ky është thelbi. Do prishësh interesat e një grushti të vogël njerëzish, por do t'i japësh interes të gjerë, mira e mira të tjerëve. Do t'i hapësh dyert gjithë atyre djeme vajzave që të marrin përgjegjësitë që kanë për vendin, për bërjen e politikës dhe për ndryshimin e situatës në Shqipëri. Kjo është një gjë shumë normale. Dhe nëse unë e vura veten time në listën e delegatëve atje, me propozim të partisë të forumeve drejtuese të partisë në qytetin e Vlorës, e bëra këtë gjë si një argument për të treguar vetë mbështetjen që ka kjo reformë atje, që nuk del vetëm nga matematika e shifrave të antarësisë partisë apo të pjesëmarrjes në zgjedhje, por dhe nga një konfirmimi drejt për drejt i atyre delegatëve atje, ku unë nuk isha asnjë hezitim të vendosja edhe emrin tim atje dhe të lexoja shumë mirë votën e njerëzve, apo jo,
dhe të nxjerrim konkluzione për zhvillimin e gjërave. Nuk është puna se më bën një punë. Mandatin si delegate morët për të konfirmuar mbështetjen që ju kishit në rajon? Jo mbështetjen time në rajon, por thjesht mbështetjen e reformës në njësi, se ajo është rajoni shumë i madh. Mbështetjen ndaj reformës. Dhe ishte një përgjigje për mua, është një përgjigje e qartë, edhe kjo është ndër gjithë ato tjera, është një përgjigje shumë e qartë, se kjo është reformë shumë e mirëpritur dhe është një gjë e domosdoshme dhe e kërkuar. Jo vetëm për Partinë Socialiste, po të gjitha partitë politike në Shqipëri, që janë partitë të rëndësishme dhe që kanë përgjegjësi për të tashmen dhe për të ardhmen e vendit, partitë politike dhe ligji për to duhet të garantojnë reformimin e këtyre partive dhe të strukturave të tyre politike dhe ekzekutive me qëllim që këto parti t'i përgjigjen aspiratave të popullit për një jetë më të mirë. Vetëm se ka një papajtueshmëri mandatesh, të tjerëve u kërkonit mos kenë më shumë se 2 funksione, vetë jeni dhe deputet, por edhe mandat delegat. Unë kam mandatin e delegatit. E kam çdo deputet e ka këtë mandat. Ndërkohë që ajo puna e një emër, një funksion në parti, është një nga ato shtyllat e reformës që ne kemi zbatuar në rajonin Vlorë-Gjirokastër. Një emër, një funksion, ka një kuptim të caktuar që të krijojë hapësirë për të gjithë aktivistët politik të Partisë Socialiste. Kam disa pyetje tek reforma. Të lutem se dua të përfitoj nga kjo pjesa e parë. Këta njerëzit e hequr, kryetarët e vjetër, le të themi, të zonave atje, a kishin lidhje me deputetë caktuar të zonës? As bet fjalë. Në ç'kuptim? Nuk ekzistojnë gjëra të tilla. Nuk ekzistojnë gjëra të tilla, nuk ekzistojnë histori të tilla. Nuk mund t'i imagjinojmë këto, të mos e sofistikojmë lojën në mënyrë të tillë me paranoja të tilla. Nuk ekzistojnë fare, nuk kanë ekzistuar dhe nuk ekzistojnë. Por ka një gjë tjetër që në qoftë se një strukturë politike nuk është funksionale, sigurisht që përgjegjësit e parë të kësaj janë ata që e drejtojnë apo. Në qoftë se një strukturë politike ka shumë fiktivitet, ka një ose është ndërtuar në mënyrë jo përfaqësuese, vetëm me një familje ose vetëm me një fis. Mos mendon që reformimin e partisë mund ta bëjnë pikërisht këta njerëz që jo. Ato duhen ftuar që të bashkëpunojnë me një program reformues. Dhe nga ana tjetër, është një gjë shumë thelbësore. Pse nuk besojnë ata te ky program reformues që propozoni ju zotë? Praktikisht besuan apo jo? Besuan dhe ne kemi sot një strukturë shumë të fuqishme dhe të shumë fishuar atje. Dhe kur bëhet fjalë për tullën e strukturës politike, që është organizata socialiste, ku do t'i vëmë më të rinjtë? Do i vëmë në nivelin e parë të strukturës. Kush duhet drejtojë në këtë nivel? Duhet zgjidhen, nuk do t'i vini. Sigurisht, po sigurisht, duhet zgjidhen. Se keni bërë dhe një diskriminim më shorë, në 40 vjeç. Jo, nuk është një diskriminim ky. Diskriminim pozitiv, po e quajmë, po diskriminim është. Po është një parim që... Se mosha jo domosdoshmërisht të bën të ri në mendësi. Sigurisht, patjetër. Se mund të ketë edhe 60 vjeçar, 70 vjeçar që janë shumë të rinj dhe më fleksibël ndaj rregullave dhe demokracisë. Ky nuk është një ligj, ky nuk është një kriter përjashtues. Është një kriter orientues. Dhe si kriter orientues është kryesisht për të zgjedhurit rishtas. Po për të gjithë ata drejtues që kanë fituar zgjedhjet, që kanë performuar tregus në rritje në 2 palë zgjedhjet e fundit dhe që kanë pas strukturë efektive, aktive të organizatës socialiste, ato janë konfirmuar. Dhe nuk janë përjashtuar për shkak të mos, përkundrazi. S'kan marrë votat. Përkundrazi. Po ato janë çështje statutore, që statuti i Partisë Socialiste, kur ti nuk ke performancë pozitive në 2 palë zgjedhjet e fundit, nuk të lejon të kandidosh më. Ndërsa për të rinjt, për ata të zgjedhurit të rishtas, orientimi që adoptuan forumet e Partisë Socialiste në rajonin e Vlorë-Gjirokastër ishte që përgjithsisht jenë nën moshën 40 vjeç. Dhe kjo ka një logjik të shëndosh, sepse brezi më i ri duhet vendoset në OS-t, në drejtimin e OS-ve. Prandaj, pastaj flasim për OS-t e QV-ve, sepse kemi dhe organizata tjera që ngrihen mbi bazë profesionesh, që ngrihen mbi bazë grupesh interesi, për të pasur dhe një nivel më të lartë të debatit politik, po për të pasur edhe një mundësi që të përfshihen më mirë në lobim për programet ndryshme politike
dhe për interesat të grupeve të caktuara shoqërore. Dhe nga kjo pikpamje... Ky lobim do të funksiononte nëse baza vërtet dëgjohet nga strukturat e partisë? Apo ju keni shpresë se kjo do të ndodhë në të ardhmen? Se nuk di në një rast që të ketë ndodhur që baza s'ti dëgjuar zëri. Është një nga kolonat e forta të kësaj reforme, është pikërisht kjo gjë. Dhe kur bëjmë fjalë për rajonizimin e partisë, nga pikpamja organizative dhe nga pikpamja e strukturës, ka disa qëllime kryesore, që kërkojmë të arrim disa rregullime themelore. Një rregullim themelor është ekzekutivi i partisë. Një parti që ka 100.000 njerëz dhe që do të udhëheqë vendin praktikisht, është Partia Socialiste, është forca kryesore udhëheqëse politike e vendit. Një parti e tillë duhet të ketë patjetër ekzekutiv, duhet të ketë ekspertizë të kualifikuar, njerëz që prodhojnë raporte e kështu me radhë. Dhe kjo është realiste kur bëjmë fjalë për një numër të kufizuar rajonesh dhe nuk është realiste kur bëjmë fjalë për gjithë territoret e Shqipërisë që janë aq të varfra në burime njerëzore, në financa etj. Kështu që ky rajonizim praktikisht e mundëson partinë që të ketë ekzekutiv, por gjëja më e rëndësishme që ndodh është diçka tjetër. Sepse sot kemi një problem. Ky që thoni juve është një problem, nuk është problem për Partinë Socialiste, është një problem për të gjithë sistemin politik në Shqipëri. Ka lidhje me faktin se sa pjesëmarrje i garantohet sot nga ky sistem që funksionon këtu qytetarit në qeverisjen e vendit. Dhe në pyetjen normale është ku takohet dhe ku duhet takohet një përfaqësues i Partisë Socialiste, një antar të këshillave të bashkive, kryetarët e organizatave socialiste, antarët e asambleve të bashkive, delegatët, ku takohen këta me udhëheqësit e partisë? Ku mund të diskutojnë këta çështjet e rajonit tyre? Ku mund të diskutojnë politikat e zhvillimit të rajonit tyre? Ku mund të diskutojnë këta me drejtuesit e partisë, ti pyesin dhe të marrin përgjigje etj. Nuk besoj se ka munguar aura se ku ta diskutonin. Nuk ka qenë mundësia për t'i dëgjuar. Jo, janë çështje. Nuk e ka marrë ai mundimin t'i dëgjojë zoti Vogel. Nuk besoj se ka qenë problemi i vendit ku do t'i dëgjon. Janë çështje shumë sa konceptuale dhe kulturore, aq organizative dhe strukturore dhe institucionale. Dhe rajonizimi krijon pikërisht kushtet që në një forum rajonal, që ku bëjnë pjesë gjithë këto dhe ku marrin pjesë dhe udhëheqësit e partisë, mundësojnë feedback të drejtë për drejtë nga baza e partisë, ndëgjim të tyre, marrje dhe dhënie, pyetje, përgjigje e kështu me radhë. Okej, se më duhet shkoj në publicitet. Domethënë partia nuk do të jetë më një mundësi për të gjetur një vend pune në administratë kur vi partia në pushtet. Ju keni shumë të drejtë që ka qenë një vijë sjelljeje dhe një kulturë ka qenë një kulturë kjo shumë e përhapur që marrëdhënia me strukturën politike të partisë, të partive në Shqipëri është përdor pikërisht për të gjetë një vend pune apo për të negociuar një privilegj, një përfitim e kështu me radhë, dhe kjo është një histori që po nuk ka përcyen këtë gjë dhe po nuk shëndoshëm organizativisht dhe politikisht vetë partitë politike, do të kemi gjithnjë dhe më shumë probleme edhe në funksionimin e institucioneve të tjera. Kështu që me këtë reformë ne i japim zgjidhje edhe këtij problemi. Zgjidhje apo goditje këtij problemi? I japim zgjidhje sepse prodhojmë struktura të tilla dhe funksione të tilla, standarde dhe procedura që mundësojnë pikërisht një pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe të antarësisë partisë në bërjen e politikave të partisë dhe në bashkëbisedimet me drejtuesit e lartë partisë dhe të qeverisë. Mirë, duhet shkojmë publicitet, kur të kthehemi do të flasim pak për punësimin në rajonin që ju mbuloni. Mos u largoni, pas pak do të flasim edhe për mandatin e zotit Kokdhima. Jemi rikthyer, jam në intervistë me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Koço Kokdhima, po flisnim për rajonin e Vlorë Gjirokastër, që është i deleguar i Partisë Socialiste për atë që e konsideroi në pjesën e parë të intervistës si një reformë të gjithë rajonin, reformë që sipas jush është me sukses, zoti Kokdhima, por që siç e tham dhe gjatë pjesës parë, jo për të gjithë ka qenë sukses,
ka qenë edhe një lloj privatizimi që i keni bërë ju jugut. Qa privatizimi? Privatizimi të interesave, të militantëve, të partijatëve që janë antarësuar në parti. Qëndrojmë? Ky konstatim? Edhe një. Ju vërtet nuk e kuptoni? Jo, nuk e kuptoj. Nuk doni të përgjigjeni? Jo, nuk e kuptova. Në kuptimin që ju keni pasur shumë vendimmarrje, shumë të drejtë në atë çfarë ka ndodhur, në emrat që janë larguar, në emrat që janë afruar, në njerëzit që po marrin në një farë mënyrë karrierë partijake në atë rajon. Çështja e emrave nuk ka qenë në interesin tim. Dhe nuk është roli im këtu. Roli im dhe i kolegëve të mi, deputet, dhe drejtues tjerë të strukturës politike të rajonit, nuk është i lidhur me heqjen e ca emrave dhe vendosjen e ca të tjerëve. Është një reformë përmbajtëse dhe parimet, strategjit, taktikat, planet e veprimit, gjithë mënyra e implementimit të reformës a janë të lidhura me punën tonë. Sistemet që operojnë, mënyrat, procedurat dhe standardet. Pra është një projekt i mirëfillt, nuk është diçka që të dominoj dikush mbi dikë e kështu me radhë. Është për të shëndoshur Partinë Socialiste dhe për ta përgatitur atë për zgjedhjet e vitit 2017 për të fituar zgjedhjet në rajonin Vlorë Gjirokastër. Nuk e vën dyshim që qëllimi juaj sigurisht ky mund të jetë. Nuk është kjo mënyra se si po e bëni atë. Mënyra është e shkëlqyer. Dhe nuk është shkëlqyer sipas jush. Po, jo, nuk është sipas. Ka nga ata në Partinë Socialiste që mendojnë që po e shkatroni jugun. Kush po? Ka ndalë kritik në media. Po jo, s'është kështu. Besoj se dhe ju keni jo, dëgjuar. Jo, s'është kështu. Duhet shkoni të pyesni popullin atje dhe partinë. Është një lëvizje shumë interesante dhe me mbështetje shumë të gjerë në popull kjo që ndodh atje, me mbështetje shumë të gjerë në Partinë Socialiste. Nuk është diçka e vogël, është diçka që po ju them, kemi sot tentojmë të shkojmë në fund të kësaj jave 22.000 antar të Partisë Socialiste, aktiv, të vërtet, jo fiktiv, të cilët janë të përfshirë aktivisht në parti, ti shikosh ke qef një parti e bukur me plot dje me vajza, fantastik, të cilët do të bëjnë ndryshime të rëndësishme, jo vetëm në jetën e partisë atje, por në të gjithë politikën që ka jetë dhe zbatohet në rajonin tonë. Zoti Gogdima, si ndiheni kur cilësojnë BEU i jugut? Këto janë pjesë të pa rëndësishme fare, unë nuk i marrë fare seriozisht këto, janë gjëra që asë më hynë në vesh fare këto histori, ne duhet bëjmë... Pashaj i jugut, me gjithë janë një lloj treguesi për fuqinë që mendohet. Nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje me këtë çështjen e fuqisë. Ka lidhje me kundërshtimin e rrugës që ne ndjekim. Rruga që ne ndjekim është një rrugë e cila nuk mund të ketë mbështetjen dhe pajtimin e çdo lloj personi. Dhe për të bërë një zë kundër nuk është një problem. Të bësh një njeri, dy njerëz e tjera, por të mos shikosh nëse këta një dy janë zëra eksponencial Partisë Socialiste janë të mos shikosh një mbështetje masive, një reformë ku përfshihen mijëra vetëm grupet e punës dhe shtabet e reformës në Vlorë dhe Gjirokastër kanë mobilizuar 3.000 persona dhe në këtë lëvizje janë mobilizuar rreth 22.000 persona. Që do thotë që janë mobilizuar? Që janë përfshirë në këtë proces. Po sigurisht. Për një proces antarësimi, një proces pjesëmarrje në zgjedhjen e OS-s, një proces pjesëmarrje në zgjedhjet për delegat, në sa aktive të Partisë Socialiste e tjera. Është një lëvizje shumë e gjerë. Po flasim atë çfarë ka ndodhur. Zoti Gogdima, zyra juaj në partinë në Vlorë dhe në Gjirokastër, zyra juaj apo dhe e Partisë Socialiste punson njerëz? Unë nuk kam zyrë timen, që të jemi të qartë për këtë gjë. Sot në rajonin Vlorë Gjirokastër janë zyrat e Partisë Socialiste të rajonit Vlorë Gjirokastër. Janë ekspertë dhe vullnetarë të cilët kryejnë funksione dhe shërbimet caktuara në parti. Domethënë nuk kanë të drejtë ata që thonë që po të doni një vend pune në jug duhet shkoni ke Gogdima. S'pet fjalë, nuk funksionon kështu. Ne bëjmë shërbime kemi një departament të burimeve njerëzore në Partinë Socialiste të rajonit, i cili kryen shërbime, bën informimin për çdo post pune që
hapet në rajonin ton, ku do qoftë ai, në një ndërmarrje private, në një ndërmarrje publike, në një ndërmarrje shtetërore, ku do qoftë, puna e parë që bën struktura departamenti jon i burimeve njerëzore është informimi. Pra ndihmoni, informoni, nuk i punësoni. Para bëjmë informimin. E dyta, ne informojmë jo vetëm një grup të caktuar njerëzish të lidhur me postin e punës. Për shembull, nëse ndërmarrja është ta zëm në Vlorë, apo jo, në rajonin 1 të Vlorës, sigurisht që kemi rregulla për këtë. Duhen njoftuar. Janë vetëm private apo janë vetëm në administratë të shtetit apo në privat? Çdo lloj pune. Çdo lloj pune. Në privat ne negociojmë edhe me privat. Ju vjen informacioni vetëm ju apo dhe deputetëve të tjerë të zonës? Tani kjo nuk ka lidhje me deputetin, ka lidhje me strukturën e partisë, me strukturën e burimeve njerëzore, e cila e informon publikun për këtë post pune. Informon të gjithë personat që janë në databazat e partisë që janë punë-kërkues. Pas këtij informimi, burimet tona njerëzore bëjnë një top list mbi bazën e kritereve e tjera dhe i trajnojnë, i ndihmojnë njerëz. Nëse për shembull konkursi është në këtë institucion, atëherë njerëzit tonë që janë të specializuar i trajnojnë këto. Dhe njerëzit që burimet tona njerëzore i kualifikojnë si më të përshtatshmit për, ne gjithashtu interesohemi dhe lobojmë, i mbështesim që ata të fitojnë. Gjatë kohës që ju keni qenë deleguari për rajonin Vlorë Gjirokastër, sa vete janë punësuar? Nuk kam një shifër për këtë çështje. Nuk keni një shifër? Nuk kam një informacion për këtë. Po ndërkohë vinë gjithmonë informacione nga punë të mundshme që hapen për zyrat dhe ato trajnojnë dhe informojnë. Shikoj Ilva, do të them një gjë me përgjegjësi. Militant. Ju e njihni Shqipërinë, edhe dini se ju këtu keni jetuar, edhe të gjithë kemi njohje për gjërat. Unë mund të them vetëm kaq që në punësimet në Shqipëri kanë vuajtur nga shumë fenomene të këqija dhe jashtëzakonisht të këqija. Kemi pasur në të shkuarën sa e sa raste të punësimeve nepotike. Kemi akoma të punësimeve të njerëzve pa shkolla, pa me diploma falso, me histori nga më të ndryshme, me blerje vendit punës, me blerje, me precedent penal, njerëz që nuk meritojnë etj. Unë po të them me përgjegjësi një gjë. Fal kësaj transparence, këtyre procedurave dhe kësaj pune që ne bëjmë, unë ta them me përgjegjësi, në rajonin Vlorë Gjirokastër, të paktën nga sa unë kam informacion, nuk ekzistojnë më punësime me para. Nuk ekzistojnë më. Mos ndodh që s'keni ju informacion. Nuk ekzistojnë më punësime me lekë. Nëse ju gjeni një, të lutem, unë jam shumë i interesuar dhe kolegët e mi dhe struktura e jonë atje është shumë e interesuar që nëse mësojmë një rast, ai do të jetë rast i një denoncimi të fuqishëm dhe rast ku do të dalin patjetër përgjegjësitë. Por nuk kemi punësime të tilla, ashtu siç po të them me përgjegjësi që nuk ka tani punësime të fshehta, pa transparencë. Punësime që mund i bëj një drejtor, ose mund i bëj qoftë edhe i deputet, nuk ndodhin më. Këto janë histori që i takojnë të shkuarës dhe i takojnë kryesisht të shkuarës qeverisë së kaluar. Ndërkohë që nuk ka më punësime të njerëzve pa merit. Nuk ekziston, po them, në rajonin Vlorë Gjirokastër që të endet rrugëve një student ekselence. Nuk ka. Të bredhi për punë dhe të mos gjej mbështetje për punë. Fal gjithë këtyre ndryshimeve që ka sjell sistemet që ka bërë qeveria jonë. Dakor, e kuptoj. Ka disa studentë ekselentë në Tiranë që nuk gjejnë punë, ti them të vinë në rajonin tuaj. Po sigurisht, edhe në Tiranë kanë ndodhur shumë ndryshime. Edhe në Tiranë kanë ndodhur shumë ndryshime. Edhe këtu ka shumë sisteme që kanë ndryshuar aktualisht. Edhe pse jo të gjitha janë funksionale dhe jo të gjitha janë në lartësinë e dur, po unë ju them që në rajonin ton, kjo që ju them funksionon kështu siç është. Zoti Gogdima, cilat janë problemet më të mëdha që kanë me qeverisjen, Antarësia Socialiste me cilët ju jeni në kontakt në atë rajon? Me qeverisjen, çfarë probleme kanë? Kanë problem papunësinë, kanë problem mënyrën se si qeveri, kanë problem korrupsionin, kanë çfarë problemesh kanë? Shiko, plagët, ekonominë, plagët e Shqipërisë janë pak a shumë të ngjashme kudo. Në çdo rajon, në çdo qark dhe në çdo qytet. Ka diferenca sigurisht, por ka plagë të ngjashme. Po të thuash për korrupsionin, korrupsioni është një plagë e gjithë tranzicionit të Shqipërisë dhe është për gjithë Shqipërinë, e kështu me radhë. Dhe nuk do të bëja një gjë, do të evidentoja një gjë specifike. Cili është problemi kryesor që kanë atë rajon? Por
Ai rajon ka problemet e ekonomisë, e problemet e zhvillimit, problemet e papunësisë. Këto janë probleme të rëndësishme, probleme kryesore. Kur ju takojnë militantët e partisë, thonë jemi keq për punë, na duhen vende puna. Sigurisht, janë njerëzit kanë varfëri të madhe, njerëzit kanë vështirësi të mëdha ekonomike, kanë probleme të mëdha ekonomike, kanë pamundësi mjetesh financiare në shtëpitë e tyre, për kushtet e jetesës, për arsimimimin, për gjithë historitë e jetës. Dhe çfarë po bëni ju për t'u zgjidhur ose për t'i adresuar këto probleme? E gjithë puna që ne bëjmë atje, në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë dhe në mbështetje të qeverisë, është ta ndryshojmë këtë situatë. Ta ndryshojmë, t'i japim jetë një ekonomie më të mirë, t'i japim jetë gjithashtu një qeverisje atje dhe një sjellje të administratave dhe të pushtetit, sjellje shumë më njerëzore, shumë më të drejtë, shumë më të mirëpritur nga qytetarët dhe një sjellje shumë më efektive. Zoti Kogdima, nuk keni frikë, nuk druheni se mund t'ju tingëlloj pak si demagogjik kjo që thoni, edhe nga ata që me cilët ju dëgjojnë edhe që ju takojnë madje në rajon? Unë nuk kam frikë se si duken gjërat që them unë. Nuk më shqetëson fare kjo. Ne jemi të vetëdijshëm për gjërat që bëjmë dhe për rrugët që ndjekim. Ne do bëjmë gjithçka kemi në dorë në maksimum për të justifikuar mbështetjen dhe besimin që na kanë dhënë ata qytetarë, do përpiqemi t'i përfaqësojmë me sa më shumë dinjitet ato qytetarë dhe të jemi kryelart kur të shkojmë me ta dhe t'i themi, shiko, na besuat, por ne nuk ju tradhtuam, na besuat, por ne e justifikuam besimin tuaj. Okej, kam një komunikim me teleshikues. Na keni dërguar shumë pyetje në faqen e Facebookut në Tonaj Tilvatare në lidhje me pyetjet që keni për deputetin Koço Kogdhima. Disa pjesa më e madhe e tyre me sa po shoh lidhen me Borshin. Kanë pyetje për zhvillimin e zonës Borshit, po për këtë do t'ju përgjigjemi pak më vonë, pasi do t'ia bëj pyetje deputetit. Pse buzëqeshni? Është një problem që e dini Borshin? Ma thoni Sigurisht. Ma thoni pak më vonë. Nuk e di çfarë ka, po fakt janë një lumë pyetjesh që lidhen me këtë zonë. Zoti Kogdhima, ju jeni një nga ideologët, le të themi, e Smajtës bashkuar. Dhe shpeshherë ju quajnë edhe nostalgjik të Enver Hoxhës. Ju vjen keq kur i thon kështu? Unë nuk e di, deri tani nuk e kam dëgjuar këtë, po e dëgjoj sot për herë të parë. Se keni dëgjuar ndonjëherë vërtet? Jo, se kam dëgjuar. Unë e kam dëgjuar shpesh për ju. Nuk e kam dëgjuar. Ndofta nga që unë koleksionoj vepra arti. Ndoshta? Cili është raporti juaj me figurën e Enver Hoxhës? S'kam asnjë raport me figurën e Enver Hoxhës. Nëse ka diçka që mund thuhet është se 2 herë te Blendi është hapur kjo temë. Është koleksionimi që unë bëj për objektet dhe dëshmitë e artit që ilustrojnë historinë e Shqipërisë. Por kjo nuk është një gjë që e bëj specifikisht për Enver Hoxhën. Kjo është një gjë që e bëj për gjithë historinë e bukur të njerëzit në trojet tona. E bëj qysh nga prehistoria dhe antikiteti e deri në ditët tona. Kështu që unë e kam koleksionuar Enver Hoxhën, ashtu siç kam koleksionuar edhe Ahmet Zogun, edhe Princ Vitin, edhe Mussolinin, edhe objekte tjera të gjitha periudhave dhe historive që ka kaluar Shqipëria. Po kjo nuk ka lidhje me ndonjë raport me ndonjë figurë. Mua më duhet ta pyes, meqense mendoj se ka sensibilitet publik. A ka ende shenja të partisë së dikushme të Hoxhës tek Partia Socialiste? S'bën fjalë këto. Këto janë vetëm insinuata shumë jashtë kohës. S'bën fjalë. Çfarë mendoni ju se kanë Partinë Socialiste njerëz që kërkojnë të kthejnë sistemin komunist? Këtë mendoni? Jo që kërkojnë të kthejnë sistemin komunist, nuk ka nevojë të ta kthejnë fakt. Ata sillen sigurimin në sistem komunist. Ata nuk pranojnë demokracitë brendshme, ka njerëz që nuk njohin konkurrencën. Kjo s'ka lidhje me komunizmin. Po ky është mentaliteti, për këtë po flasim. Kjo s'ka lidhje me komunizmin. Me çfarë ka lidhje? Këto kultura nuk kanë lidhje me komunizmin. Këto janë kultura që ekzistojnë në çdo lloj organizimi, janë të shfaqur kudo, në çdo lloj sistemi. Kjo është një çështje që s'ka lidhje me ndonjë nostalgji. Jo, meqense Partia Socialiste në një farë mënyrë trashëgoi partinë e Enver Hoxhës. Po Saliu nga është nga partia e Enver Hoxhës. Po flasim për zotin Berisha. Po zoti Berisha bashkë me partinë e tij, sa nga ata janë të Enver Hoxhës. Që ka trashëguar? Partia Socialiste është shumë e qartë. Programin e Partisë Socialiste ju e njihni se është i hapur
Dhe s'ka si lidhje me këto gjëra fare. Këto janë diskutime pa përmbajtje. Shiko Ilva, ky lloj diskutimi që bëhet, dhe që është bërë më shumë në të shkuarën, është një diskutim që nuk i bën asnjë shëndet Shqipërisë. As nuk i bën as ekonomi më të mirë, as pasurim, as rregullim të situatës politike, as rregullim të situatës e problemeve sociale etj. Absolutisht asgjë. Unë jam shumë dakord që të diskutohen gjithmonë me synimin e përmirësimit të jetës sotshme dhe të ekonomisë sotshme, çdo përvojë dhe çdo trashëgimi e Shqipërisë, qoftë edhe politike. Por këto diskutime pa sens nuk kanë asnjë vlerë. Cilat janë diskutime pa sens? Që në Shqipëri është kultivuar kulti i individit, i kryetarit që nuk votohet, që nuk merr mandat. Po kjo nuk ka lidhje me këtë gjë. I kryetarit që është në pushtet, që kalon një dekadë kryetar. Po fole për kult, domethënë po të flas për kult në Shqipëri, edhe të mos shikojmë modelin e Saliut, që edhe pasi ishte president 2 herë, pasi ishte kryeministër 2 herë, pasi ishte kryetari i Partisë Demokratike 15 herë, etj. Po pse ikni nga partia ju edhe shkoni ke Partia Demokratike? Po s'mund të thuash të lutem, sepse jo, po s'mund të thuash. Dhe për problemet dhe zërat që kanë qenë vokal, kanë qenë të zëshëm gjithë ju do thoni një çështje për ju thoni tani artikuloni një gjë që është një gjë që unë do ta shpjegoj më mbrapa. Një gjë që s'ka lidhje me këtë. Po të thush këtu për një person që nuk zgjidhet, e që nuk shkulet, e që nuk ikën, do thush për modelin e Saliut. Nuk mund të thuash për modelin, nuk mund të thuash për Saliu, po të kishte ju ikur do qenë në shtëpi me një prembesa. Jo, është i votuar për shumë deputet. Por është atje Saliu. Është atje, është de facto drejtuesi i asaj opozite, e ka marrë pengat të opozitë, e mban atje si plaçkën e vet, si pronën e vet, dhe e mban atje jo vetëm për të garantuar ato interesa të tij etj, po edhe për histori të tjera që lidhen me të ardhmen. Berisha për të shmangur përgjigjen për Partinë Socialiste. Nuk shmangem fare unë, sepse s'jam fare unë dakord me atë idenë që bëhen zgjedhjet në Partinë Socialiste, duke nënkuptuar, nuk është respektuar statuti, kërkojnë ndjes madje zoti Rama. Duke nënkuptuar, nuk janë bërë zgjedhjet si lutem Ilva, duke nënkuptuar çështjen e zgjedhjes së kryetarit të Partisë Socialiste. Unë ju them që kjo nuk është gjëja që vlen në këtë histori. Ka plot çështje të tjera që vlen, por jo kjo. Edhe nëse do të futemi te kjo temë, ju nuk do të futem te kjo, dua vetëm të bëj një dallim. Nëse ju doni vërtet të jeni ndryshe të paktën nga rasti që morët nga zoti Berisha, fakti që mund ta ketë bërë zoti Berisha një gjë të tillë, nuk është votuar apo ka qëndruar gjatë siç thoni ju, nuk justifikon që mos ta bëjë dhe Partia Socialiste. Unë mendoj kështu që dëgjom një sekond. Mendoj kështu që t'i bjem shkurt kësaj teme, se unë për këto çështje do flas. Nuk ndjeni mirë kur jo do flas në kongres për këto çështje. Unë them kështu që Partia Socialiste është padyshim ka probleme të reformimit të saj, ka probleme të shëndetit të saj organizativ dhe politik, ka probleme dhe të demokracisë brendshme, por që nuk janë probleme që lidhen me zgjedhjen ose jo të kryetarit të Partisë Socialiste. Po ja ku dolëm në temë. Ka emër përgjegjësi këtyre problemeve? Sigurisht që kanë përgjegjësi, kanë përgjegjësi të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste atje, që nga Edi Rama, që nga Gramoz Ruçi, që nga gjithë personat e tjerë, gjithë kanë përgjegjësi kur një strukturë nuk ka performancën e duhur. Por tema që diskutojmë, trembet kryetari i Partisë Socialiste të bëjë zgjedhje është pa asnjë bazë. Ajo është një çështje teknike e ndërtimit të rregullave tona funksionale. Dhe Partia Socialiste dhe Kongresi i Partisë do ta zgjidhë këtë çështje. Ky s'është problem. As nuk ka qenë dhe as nuk është ky problemi. Edi Rama fitoi zgjedhjet atje dhe ju mendoni që një njerëz që fiton zgjedhjet me gjithë popullin nuk fiton dot zgjedhjet në parti. Jo, nuk është çështje çfarë mendoj unë. Dhe ajo, ato probleme statutore apo jo, ka Partia Socialiste probleme statutore, ka probleme të demokracisë brendshme, ka probleme si me thënë, krijimit hapësirave dhe të mundësive që antarësia e partisë të marrë pjesë në politikë bërje. Etj. Këto janë probleme dhe shumë të tjera si këto që duhen trajtuar, duhen zgjidhur, do trajtohen dhe do zgjidhen. Edhe kësaj çështje së këtij boshllëkut statutor për kryetarin,
Ne është i gjë që do ta zgjidhim, po kjo nuk është asnjë problem. Nuk është problemi joni i brendshëm në parti dhe që nuk ndryshon në një gjë tek partia jonë. Mirë, megjithatë pas ka problem pra. Ka gjithmonë probleme, kushdo, se ekziston një gjë pa probleme. Gjithmonë, një çdo nivel që kem që arrim, prodhon hapësirë për një nivel të ri. Zhvillimi. U zhvillua asambleja javën e shkuar dhe u cilësua si një shembull demokracie, por në fakt vinte pas ngjarjes në Elbasan ku fishkullye deputeti Blushi. Kam fol për këtë para një javë. Shiko, kam fol për këtë çështje. Për thashun, nuk është, ato janë mitingje, kupton, nuk duhen amplifikuar ato. Krijohen për shumë arsye sjelljet aty. Nuk janë ngjarje me të cilat mund të krenohet ndonjë person, por ato janë histori mitingjesh, nuk kanë ndonjë rëndësi. Edhe këtu në secilën nga këto ngjarje, çdo person mendoj se lexon veten. Edhe gjen veten e tij, gjen përgjegjësinë e vet çdo lloj personi. Mendoni që po janë në fazë reflektimi personat përgjegjës? Sigurisht, gjithmonë mendoj se njerëzit duhet reflektojnë dhe reflektojnë. Mendoj gjithmonë. Dhe duhet marrin përgjegjësi për ato që kanë ndodhur. Do të ndodhë kjo në kongres? Nuk bëhet fjalë. Nuk është kongresi i Partisë Socialiste, një histori mitingjesh. Çfarë kongresi do të jetë ky? Do jetë një kongres pune, një kongres që do çojë padyshim përpara arritjet e Partisë Socialiste dhe do përgatisi Partinë Socialiste për zgjedhjet e vitit 2017. Do t'i hapi rrugë në gjithë aksionit politik dhe organizativ të partisë për zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet e ardhshme do të jenë në 2017? Padyshim. Nuk ka zgjedhje parakoshme? Siç paktën le të kuptoj dje zoti Majko? S'ka asnjë arsye të ketë zgjedhje parakoshme. Ka arsye, nëse nuk miratohet reforma në drejtësi. Tash le të mos bëjmë profecira për këtë çështje. Shumica jon, koalicioni jon është efektiv, është serioz dhe është funksional. Dhe ky koalicion do ta zhvilloj mandatin e tij të plot. Këtu do jemi e do flasim përsëri dhe zgjedhjet e ardhshme do të jenë siç duhet të jenë në 2017-ën, rrotull qershorit të 2017 do funksionojnë normalisht. Dhe në 2017-ën, sipas parashikimit tuaj, do të jetë në koalicion Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, sërish bashkë? Në mandatin e ardhshëm do të qeverisim prap dy partitë tona. Cilat parti? Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Jo, kjo do të varet nga vota e popullit, të nuk e thoni të Po kështu do jetë. Nëse do të hyni në garë kështu të paktën. Unë po them që dhe ju i mbani këto në arkiv, do takohemi prap, do flasim prap. Mandati i ardhshëm do të qeveriset përsëri nga dy partitë e majta, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe do të jetë prap zoti Rama kryeministër? Kjo është një çështje që do ta vendosi koalicioni jon pas zgjedhjeve të ardhshme. A nuk do të vendoset më përpara kush do të jetë kryeministri? Po, ndofta edhe përpara zgjedhjeve. Po presidenti i ardhshëm do të negociohet? Edhe presidenti i ardhshëm do zgjidhet nga në mënyrë konsensuale, besoj unë, plotësisht do zgjidhet nga dy partitë tona kryesisht. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do ta zgjidhin konsensualisht këtë çështje. A ka bisedime aktualisht për presidentin? Nuk e di dhe nuk besoj. Nuk jeni ndjeni? Nuk jam ndjeni dhe nuk besoj. Që nuk besoni? Po sepse është shumë herët. Është shumë herët. Ka kohë për këtë çështje. Dhe nuk do të ketë çarje të smajtës? Nuk bëhet fjalë, s'ka ndonjë arsye që të ketë çarje të smajtës. Jo, se thatë pak më herët që nuk ka arsye që shkojmë zgjedhje parakoshme, por duket sikur qëndrimet për reformën drejtësi janë pak sa të ndryshme. Për reformën drejtësi mund të kemi qëndrime të ndryshme shumë të gjithë ne. Jo të gjithë, jo, ata që janë koalicion që po bashkëqeverisin, po edhe problemi i gjithë, ata kanë votat, bashkojnë votat. Çështja e reformës së drejtësisë është një çështje shumë e diskutueshme. Edhe shumë në diskutim. Edhe ajo është për mendimin tim, meqense jemi në këtë pikë, ne kemi pas reforma shumë të suksesshme në këto vite, siç kemi pas dhe reforma jo të suksesshme. Po. Reforma territoriale për shembull është një nga veprat më të shkëlqyera, një nga reformat më të shkëlqyera, për të cilën
Për cilën opozita nuk mori pjesë. Shumica jonë dhe ishte një reformë e pjesshme e panjohur nga partia më e madhe në opozicion. Shumica jonë duhet të jetë krenare për këtë gjë, për këtë arritje shumë të shkëlqyer dhe me rëndësi shumë të madhe për të gjitha ato impakte pozitive që sjell në jetën e popullit dhe në zhvillimin e vendit. Por kështu kemi pas edhe reformat të cilat s'kan qenë rregull. Do të s'kan pasur ndonjë feedback shumë pozitiv, siç ishte për shembull për mua ndryshimet kushtetuese të 2008-s ishin ndryshime që jo vetëm që u realizuan me një shpejtësi shumë të madhe, edhe pa një paraprirje me një debat publik që do të ishte shumë i mirë, por mendoj se janë edhe u bën praktikisht ato lloj ndryshimesh kushtetuese, ajo reformë kushtetuese e cila e ka cënuar për mua sovranitetin e qytetarëve, e popullit, edhe nuk është se e ka përmirësuar atë cilësinë e deputetëve dhe cilësinë e parlamentit. Ju keni qenë edhe kundër ligjit që u miratua me shumicë absolute në fakt, me unanimitet në kuvend, ligjin kundër për dekriminalizimin. Edhe u votuat dhe jeni kundër? Unë s'kam votuar për atë ligj, sepse e para njërë s'kam qenë atje fare në këtë mbledhje të parlamentit, edhe unë e kam shprehur që objektivat e ligjit janë një gjë, objektivat e dekriminalizimit, dhe vetë ligji është një gjë tjetër. Unë kam qenë dhe mbetem shumë dakord që me objektivat, pra që me qëllimin që në politik dhe në drejtimin e institucioneve shtetërore e publike nuk ka asnjë arsye Shqipëria që të implikohet me njerëz me precedent penal e tjera e tjera. Jo, arsye s'ka, por kur janë në parlament, çfarë duhet bëjmë ata? Dhe nga kjo pikpamje, unë jam dakord që dekriminalizimi si proces, edhe si qëllim, të zhvillohet dhe të çohet përpara. Por ligji për cilin bëjmë fjalë është një ligj i cili, e kam thënë edhe më parë, është një ligj çnderues për ne. Sepse pranojmë në thelb që populli shqiptar është nga këto lloj ligje që bëhen, duket sikur ne e fyejm racën tonë dhe popullin tonë. Edhe bëjmë ligje që nuk i kanë vendet tjera. Nuk i kanë civilizimet tjera. Fyerja ka ndodhur momentin që ata persona janë në parlament. Jo që bëhet ligji për të larguar ata. Nuk është shpikje shqiptare kjo, të lutem. Më lër ta them mendimin, të lutem, se mbaroj dot një mendim. Nuk është një shpikje jona kjo. Në gjithë historinë e njerëzimit ka pasur fenomene të tilla. Por ne nuk mund të bëjmë ligje të cilat si ka asnjë vend i civilizuar në botë. Dhe nuk mund të sanksionojmë cënime të tilla që nuk i bën asnjë vend tjetër demokratik në botë. Vendet e civilizuara nuk bën një deputet që ka të shkuar kriminale. Ndërkohë që vendet e tjera ka pas në historinë e tyre shumë gjëra, por nuk i bëjnë këto duke bërë të kthehemi tek reforma në drejtësi. Edhe për këtë kam një koment për reformën në drejtësi. Sepse kam frikë që dhe gjithë diskutimi dhe për reformën në drejtësi bëhet në një mënyrë të tillë në dëm të sovranitetit ton kombëtar, edhe të sovranitetit të popullit ton. Keni parasysh një gjë, si për luftën kundër korrupsionit dhe për historitë tjera të përmirësimit të qeverisjes vendit, të përmirësimit të situatës vendit e tjera, aktori kryesor që ne duhet ftojmë në skenë është populli. Janë qytetarët. Me ka shumë mënyra, ka shumë mjete dhe instrumente që mundësojnë pikërisht rolin e këtij aktori, rolin e sovranit në rregullimin e punëve që shkojnë mbar. Edhe në luftën kundër korrupsionit, edhe në çështjen e drejtësisë, nuk mund të zgjidhen çështjet as duke shgryer sovranitetin e vendit dhe as duke ignoruar rolin e qytetarëve. Sofistikimi me institucione mbi rregulluese e mbi komisione, këto lloj sofistikimesh jo domosdoshmërisht japin gjithmonë sukses. Dhe në princip, unë po them që në princip, edhe për reformën drejtësi,
dhe për luftën kundër korrupsionit dhe për historitë tjera, nuk duhet që nisur nga një grusht njerëzisht korruptuar, gjykatës, prokuror etj, nuk mundet që të bëjmë zgjidhje shumë të thjeshta duke sakrifikuar dhe duke reduktuar sovranitetin. Kush po e gryen sovranitetin? E gryen këto skema, po them, këto mënyra dhe këto koncepte të bërjes së reformave. Me kë keni konkretisht? Për shembull, Byron Kombëtar të Hetimit? Nuk thash për specifikisht ndonjë gjë për Byron Kombëtar të Hetimit, por po them që në qoftë se vin çështja që kërkojmë që të marrim dhe të vendosim legjislacionin e huaj mbi kushtetutën e vendit, të vendosim organizma mix të huaj dhe kombëtar, mbi Këtë e kërkon reforma, Cila reforma e kërkon? Reforma Ne duhet bëjmë ato propozuar... reforma, ne duhet bëjmë reformat siç i kanë bërë vendet e tjera. Ne nuk duhet bëjmë gjëra si kanë bërë popujt e tjerë. Ne duhet bëjmë gjëra siç i bëjnë popujt e tjerë. Popujt e tjerë zoti Gogdhima ulen dhe komunikojnë me njëri tjetrin dhe kanë dialog. Nuk e kanë dialogun përmes ambasadorëve. Jo thojani ju popullit meqense e përfaqësoni. Jeni njerëz me bisht, që ju jeni njerëz të klasit 2, klasit 3 etj, që ju smeritoni etj, i thoni këtë popullit shqiptar që jeni në rregull. Juve ja keni thënë? Se unë nuk jam as e zgjedhur nga populli, dhe as nuk kam ndonjë ambicie. Unë bëj detyrën time gjithmonë, nuk them që unë kam të drejtë gjithmonë, nuk them që mendimet e mia janë më të mirat për çdo gjë, por ndjej përgjegjësi të i them mendimet e mia ndershmërisht siç i kam, nuk jam kundër askujt unë, as kundër askujt në këtë botë, por jam përfaqësues i popullit atij që më zgjedh, unë duhet dhe kam përgjegjësi të i them mendimet ndershmërisht siç i kam, që zgjidhjet që ne bëjmë sot të mos jenë as fyese, as poshtruese, as t'i trajtojnë shqiptarët si qytetarë të nivelit 2, edhe si qytetarë që smeritojnë etj. Dhe as të mos jenë zgjidhje të cilat në të ardhmen do të na bëjnë që të ndihemi keq sepse i kemi bërë sot. Cilat janë këto zgjidhje që do t'i bëjnë shqiptarët ndihemi keq? Janë parimet, thashun. Këto janë parime dhe janë principe. Pra, në emër të qëllimeve nuk mund të bëjmë gjëra të cilat s'janë në respekt të krenarisë sonë dhe në respekt të sovranit tonë. Po cilat gjëra, pra cilat? Dhe këto parime të cilat i shpjegova dhe janë shumë të qarta. Pak më konkret. Jam shumë konkret dhe i thash... Po thoni referendum për reformën drejtësi? Jam shumë konkret dhe ju thash që në të gjitha çështjet e mprefta që ka sot Shqipëria, si për shëndoshjen e pjesëmarrjes e sistemit politik, si për shëndoshjen organizative, politike dhe të gjithanshme të partive politike, si për luftën kundër korrupsionit, si për reformën drejtësi etj, nuk mund të injorojmë dhe nuk mund të përjashtojmë këtu rolin e qytetarëve dhe nuk mund të zgjidhim këto çështje në një mënyrë të tillë që në fundit e cënojmë ose e çllogarisim pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjidhjen e këtyre problemeve. Po si duhet ta zgjidhim pra? Ato janë përvoja të gatshme, gjithandej ka plot sisteme që zgjidhin, ato le të shikohen, të studiohen, të ballafaqohen, të debatohen dhe të gjenden zgjidhjet më të mira. Me kë debatohen pra, sepse sot që flasin kemi 3 aktorë të debatohen gjërësisht në popull, gjërësisht në popull, gjërësisht në shoqërinë civile, gjërësisht me institucionet me deputetët, me grupet parlamentare, gjërësisht me forumet e partive etj. Gjërësisht me popullin shqiptar të diskutohen të gjitha çështjet. Tingëllon pak si utopike, si do diskutohen me popullin shqiptar? Ashtu tingëllojnë si utopike, por... Të japim dhe një zgjidhje konkrete, si do diskutohen me popullin shqiptar, për çfarë? Ju e shpjegova pra, edhe mora 2 shembuj këtu. Mora dhe shembullin e dekriminalizimit, mora dhe shembullin e reformës drejtësisë. Dhe i them që të dyja që është mirë që këto zhvillime të bëhen në përputhje me standardet e legjislacionit evropian. Jo bëjmë gjëra që s'qëndrojnë, e kupton? Jo bëjmë gjëra që mendojmë ne se nuk është populli jon një popull që s'meriton të trajtohet me të njëjtin dinjitet si gjithë popujt e tjerë. Dhe me të njëjtin respekt si gjithë vendet e tjera të zhvilluara. Në qoftë se nuk funksionojnë si duhet gjërat, kjo nuk është përgjegjësia e popullit. Kjo është përgjegjësia që e atyre që e drejtojnë punën, e drejtojnë institucionet. Përgjegjësia atyre është në fakt. Dhe pranaj them që mundet që në këtë rrugë ne të bëjmë gjëra më të shëndetshme. Jam gati t'ju përgjigjem edhe për çështjet personale,
Me njëherë, sa të kthehemi nga publiciteti. Nuk do të largoheni nga ekrani pasi vazhdoni intervista me deputetin Kokdhima. Jam në një intervistë me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Koço Kokdhima, po flisim pak më herët për reforma të rëndësishme dhe për fshirjen e qytetarëve që kërkuat ju. Madje duke në një farë mënyrë duke qenë kritik ndaj asaj që Shqipëria duket se po shpik sa rregulla mbi Europën për të në një farë mënyrë normalizuar dhe për të kthyer në binarët e moralitetit, si brenda ankuvend ashtu edhe në zgjidhjet tjera që ka bërë, qoftë për gjyqtarët korruptuar apo reformën drejtësisë që e përmendet. E kam një pyetje konkrete pastaj do kthehemi edhe ke mandati juaj. Kjo mënyrë që ju propozoni është një zgjidhje sepse palët në politik nuk gjejnë dot gjuhën e përbashkët, e le të shkojnë tek populli, ke qytetarët, apo se nuk kanë as tagrin dhe as moralin për ta bërë këtë reformë, dhe as nuk i besojnë partnerët ndërkombëtar? Ne jemi dëshmitar të faktit që pavarësisht sofistikimeve që bëjmë, apo jo, nuk kemi efektivitet në luftën kundër korrupsionit, nuk kemi efektivitet në drejtësi e kështu me radhë. Dhe unë mendoj që nuk do kemi kur efektivitet dhe një sistem politik të shëndosh në qoftë se do ta mbajmë qytetarin jashtë mundësive që ai të marrë pjesë qeverisjen e vendit. Është prandaj gjithë sistemi politik i joni duhet t'i referohet kësaj energjie, energjisë kryesore që ne kemi në vend janë njerëzit që kemi këtu. Dhe këto njerëz po duhet bëhen pjesë e këtij procesi reformues që ne duam të zhvillojmë. Ka shumë mënyra për ta bërë këtë gjë. Ne folëm disa gjëra i trajtuam në çështjen e shëndoshjes së Partisë Socialiste dhe të shëndetit në përgjithësi të partive politike në Shqipëri dhe të standardeve që duhet kenë këto parti politike kështu me radhë. Ashtu siç po themi për çështjen e reformës në drejtësi, që edhe këtu ka shumë mundësira. Nuk mund të bëjmë t'i bijmë shkurt gjithmonë që të themi po, Shqipëria nuk ka aftësi t'i zgjidhë punët e saj dhe hajde tani gjithmonë i bëjmë zgjidhjet në dëm të sovranitetit të vendit. Nuk duhet bërë këto gjëra. Duhen bërë zgjidhjet në respekt të dinjitetit ton kombëtar, në respekt të dinjitetit ton kombëtar dhe në zgjerim të sovranitetit të vendit. Jo duke reduktuar. Kush do ta bëj këtë? Këtë gjë duhet ta bëj politika e vendit, klasa politike, institucionet e kështu me radhë. Klasa politike nuk takohet me njëra tjetrën. Të lutem, diskutimi është në principe tani. Tani në parime. Dhe këto diskutime që bëjmë parime i bëjmë diskutime i bëjmë për të gjithë. Përfshirë nga kryetari i partisë ju përfaqësoni. Nuk mund të bëjmë tani ta zbrazim Shqipërinë. Nuk e heqim dot të popull të sjellim një popull tjetër. Këtu ku jemi duhet diskutojmë dhe të gjejmë gjuhën e përbashkëtë. Për këtë gjë duhet marrim që janë sot zoti Kokdhima nga ky popull janë votuar, pavarësisht sistemit zgjedhor 2008. Këtu ne duhet marrim përgjegjësi. Të reformojmë të gjitha shtyllat e sistemit politik. Edhe me drejtësinë, edhe me parlamentin, edhe me shtypin e kështu me radhë. Mirë, a duhet ndryshoj sistemi zgjedhor? Për mua një gjë është fakt që pa hyrë në detaje, pa hyrë në kështu se edhe kjo mënyrë kështu domethënë që kalojmë sa nga një gjë në tjetër. Po se meqense jemi këtu. Një gjë është e vërtet sipas vlerësimit tim që tani deputetët ngjajnë më shumë me numra. Kjo është një perceptim që kam unë. Ndërkohë që ushtarët kryetarit. Me numra ngjajnë më shumë, me numra dhe roli i tyre është mjaft i vogël, i papërfillshëm, më i dobët se sa duhet ishte dhe shumë më i dobët se sa ka qenë edhe në të shkuarën. Kështu që kjo është një histori që nuk e di, nuk mund të them dot gjë se çfarë duhet, por ka nevojë që edhe sikur të jetë ky sistem, ka nevojë për siguri tjera që të rritet sovraniteti i vendit, të rritet roli i qytetarëve. Ka shumë nevojë për këtë gjë. Ka nevojë për demokraci të brendshme në partitë politike. Demokracia e brendshme në parti është domosdoshme jetike dhe nuk mjafton. A e garanton statuti i ri këtë demokraci, funksionimin demokratik të Partisë Socialiste? Statutin e ri kur ta miratojmë, se tani s'kemi një statut të ri, tani kemi vetëm idera. Keni dyshim që mund të miratohet? Tani kemi idera të ndryshme. Ka disa drafte që diskutohen e kështu me radhë. Kështu që kur të miratojmë, do më bëni pyetje, unë do them si e mendoj statutin e ri. Pse ka disa drafte, unë di që vetëm drafti që ka kaluar në asambleë. Jo, ka shumë diskutime bëhen. Ka plot diskutime. Po ka plot nuk i di propozime gjithë njerëzit që janë pjesë e drejtimit të Partisë Socialiste, deputet dhe jo vetëm deputet, kanë ide, kanë propozime, kanë mendime, ka grupe pune aty që i shqyrtojnë etj dhe do kemi një draft tjetër final përpara kongresit ku
do bëjmë pastaj propozimet e fundit rregulluese që të gjitha ata që kanë propozime dhe rregullimet. Ju po bëni propozime për statutin? Unë kam bërë propozimet e mia, si gjithë deputetët e tjerë. Kam bërë propozime. Janë sekrete apo mund Jo, të nuk janë, por nuk janë, mendoj që do flasim atje do flasim në kongres për këto dhe kështu që ka propozime që ndryshojnë thelbin e draft statutit paraqitur? Jo, nuk mendoj që kjo është një gjë që do ta bëj atje këtë diskutim. Mos ta bëjmë këtu. Nuk do ta bësh këtu. Dakor. A duhet legalizojnë fraksionet në Partinë Socialiste? Edhe kjo është pjesë e diskutimit të statutit. Kur i thash, këto pyetje do i diskutojmë mbasi të miratojmë statutin. Këtë çështje duhet diskutuar përpara statutit. Se Jo po miratua pastaj këtu, statuti. sepse Mirë, në kongres, po jo atje ne i mbas diskutojmë, statutit. në parti i diskutojmë të gjitha. Vërtet i diskutoni të Po gjitha? sigurisht i diskutojmë. Edhe me brenda grupit parlamentar, me kolegët tjerë? Grupi parlamentar është edhe atje ka hapësira gjithsesi, edhe atje bëhen diskutime, po bëhen ato diskutime që shkojnë në përputhje dhe me agjendën javore të punës e tjerë, por ka hapësira gjithandej që të ngrem probleme të flasim. Si janë diskutime konstruktive, diskutime parimore? Çdo apo diskutim konkrete? çdo diskutim i çështjeve është pozitiv. Edhe çështjet diskutohen. E kur diskutohen, mund të bëjmë përmirësime. Ka një kërkesë që u bën në asamble, në fakt, ishte kërkesa e zotit Rama për referendum, për të vendosur mbi fatin e kryetarit, nëse duhet të konfirmohet kur është partia në pushtet apo të votohet. Si e gjykoni? Është shumë normale që edhe versionin që kjo tezë të diskutohet, të miratohet me parimin një antar, një vot në gjithë partinë, është një gjë funksionale, nuk ka ndonjë problem. Mund edhe të vendoset në kongres kështu, mund vendoset edhe ndryshe. Të konfirmohet, të vendoset që të bëhet pasi një parti fiton zgjedhjet dhe një kryetar fiton zgjedhjet, mund të konfirmohet nga kongresi dhe mund të vazhdoj detyrën normalisht. Paraprakisht, kur ju kërkuat shtyrjen, që në fakt ndodhi nga janari në mars për kongresin, këtë u respektuan, pavarësisht se pati zëra kundër që donin që në kongres janarin, gjithashtu kishit propozuar dhe zgjedhjen e kryetarit partisë. Këtë nuk u morën parasysh. Nuk e kam propozuar këtë zgjedhjen e kryetarit partisë. Ne kemi diskutuar për çështjen e kongresit, edhe po janë gjëra normale këto, janë gjëra shumë normale, nuk ka ndonjë problem. Jo, e kuptoj, ajo që i shuani normale, edhe brenda korenteve le të themi të Partisë Socialiste konsiderohet se çfarë thoni ju bëhet pastaj. Po s'ka lidhje kjo fare, çfarë them unë bëhet ose çfarë thot dikush tjetër bëhet. S'ka lidhje. Në parti funksionon ndryshe. Thuhen bëhet një propozim, nëse ka argumente, nëse duhet, nëse na shërben, e bëjmë. Nëse s'na shërben, se bëjmë. Nuk ka atje gjëra që këtë e thot ky, këtë e thot ai dhe po e tha ky bëhet, po e tha i tjetër. Do t'i rikthejmë edhe një çështje, se ju tha do ta vendos kongresi, po sigurisht ta vendos kongresi, po mendimin tuaj besoj se e keni që sot a duhet legalizojnë fraksionet apo jo. Nuk kam një gjë për të thënë, Ilva. Kam për një diskutim për të bërë në kongres për zhvillimet e fundit dhe do ta kem publik diskutimin. Kështu që a mendon që po shkon drejt çarjes Partia Socialiste dhe do të ketë një krizë saj? Shiko, Partia Socialiste ka pasur në të shkuarën edhe histori çarjesh dhe kanë sjellë, mendoj, mësimet e nevojshme që të mos i lejoj vetes më histori të këtij tipi. Kështu që unë nuk besoj që ka në një arsye që të ketë në një çarje në Partinë Socialiste. Ne kemi tani kongresin e partisë, kongresi është një mundësi shumë e shkëlqyer për t'i ballafaquar të gjitha pikpamjet, gjërat e tjera. S'ka në një arsye. Pse duhet prisni ju që të kemi në një çarje? Jo, ne nuk po presim fare. Kam përshtypjen se zoti Blushi është shprehur se po rigjen lirinë e tij. Po mirë, është e drejtë e Blushit të gjejë çfarë doj, po unë besoj që ne kemi të gjitha arsye të punojmë së bashku që të gjithë për të ndryshuar pozitivisht gjërat. Duhet bëjmë gjithçka, gjithë kontributin që kemi mundësi ta bëjmë që të gjithë për të përmirësuar gjërat. Po për të bërë atë të mërziturin mund ta bëjnë shumë njerëz. Nuk ka arsye, nuk duhet të bëjmë produkte në këtë, edhe përmirësime. Të gjithë duhet të kontribuojmë me modesti, me urtësi, me durim, të bindim njëri tjetrin me argumente dhe të bëjmë zgjidhje të mira. A janë shumë ata që mendojnë si zoti Blushi? Keni dieni apo? Po janë të hapur ato. Njerëzit që mendojnë i thonë haptas i mendimet. Të paktën unë kështu besoj. Pati një tjetër diskutim që doli në fakt në asamble, se kë do më shumë antarësia drejtuesit e Partisë Socialiste, partinë apo Shqipërinë?
Zoti Blushi tha se zgjedh Shqipërinë, po pati të tjerë që zgjodhen partinë. Unë i iki kësaj historie, nuk mendoj se është një gjë që mund të diskutohet. Ne e edukojmë popullin me dashurim për atë dheun, edhe... E edukonim gjatë kohës komunizmit. Pas sigurisht, në gjitha kohët, dashuria për atë dheun është, dhe përgjegjësia për atë dheun është udhëheqëse në çdo pikpamje. Çështjet e tjera pastaj politike, e tjera janë histori të dorës dytë, nuk janë histori kryesore. Do të thënë atë dheun më së pari, pastaj partia. Po nuk bëhet fjalë të bëjmë ndonjë se nuk ekzistojnë këto. Këto nuk ky është pa sens ky diskutim. Nuk bëhet fjalë. Nuk ka më duket një gjë alogjike fare, është shumë alogjike. Të bësh një krahasim, ne kemi një atë dhe, edhe në marrëdhënien dhe raportin me atë dheun e kemi që të gjithë shqiptarët, pavarësisht partive politike, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht bindjeve fetare, pavarësisht historive tjera personale, etj. S'kan lidhje këto. Raporti jonë me atë dheun është një raport udhëheqës dhe është një raport superior që nuk mund të konkurohet nga raportet tjera dhe nuk mund të krahasohet me raportet tjera. S'mund të bëjmë krahasime fare. S'bën sens kjo histori. Është një lloj diskutimi. Meqense se diskutuat në asamble, pa. Nuk besoj se ka interes publik për këtë. Unë nuk jam përfshirë në diskutime të këtij lloji. E keni lënë për kongres dhe as nuk përfshihem, jo, asnjëherë. Diskutime të tilla nuk bëj kurrë. Mirë, sepse e keni të qartë se kë keni të parë. Nuk bëj diskutime, nuk kanë krahasim fare, nuk krahasohen, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Janë dy çështje të ndryshme. Unë në partinë politike kam arsye të caktuara pse jam në atë parti, që nuk konkurojnë dhe nuk kreshojnë raportin tim me atë dheun. Nuk bëhet fjalë. Nuk mund të diskutojmë fare për gjëra të tilla. Të shtunën është kongresi. Do të ketë probleme në kongres? Përplasje, idesh, debate? Përplasjet e ideve s'janë problem, janë begati. Kështu që të bëjmë përplasje idesh dhe debate është një gjë shumë e shkëlqyer, është një gjë shumë e mirëpritur. Nganjëherë sillni disa fjalë që vërtet janë reminiscencë të shkuarës. Ku është kjo begatia që ekziston në partitë tona? Kthehemi tek një çështje e ndjeshme dhe pse kemi minutazhin e fundit mbetur sepse i premtova teleshikuesve që do të kemi disa pyetje nga Facebooku. Mandati juaj, zoti Kokdhima, e keni shkelur ligjin? Po, ju si thoni, e kam shkel ligjin unë për shkak nga ai sa dini ju? Unë s'kam të drejtë përgjigjem, sepse bëj vetëm pyetje. Po, unë s'kam bërë asnjë shkelje ligji, asnjë shkelje ligji. E gjithë sulmi mbi mua është një sulm vetëm politik dhe tërësisht politik. Për çfarë akuzohem unë? Unë akuzohem sepse një nga kompanitë e mia ka marrë pjesë në gara për shitje të shërbimeve të internetit. Dhe ka fituar... Mbasi ju kishit marrë mandatin e deputetit? Asnjëherë mbas. Asnjëherë. Nuk ka asnjë. Lista e kontratave që ka paraqitur Partia Demokratike është një listë në dispozicion të publikut dhe më vjen shumë keq me gazetarët që nuk e marrin këtë listë dhe ta shikojnë. Asnjë tender nuk ka marrë pjesë unë. Është tender i fundit që ne kemi marrë pjesë, është në datën 29 korrik 2013. Ndërkohë që unë jam bërë deputet në datën 2 gusht 2013. Dhe tender i fundit që ne kemi marrë pjesë është i 29 korrikut. Në 31 korrik jemi shpallë fitues, në 2 gusht ka lidhur kontratë kompania dhe kjo është kontrata e fundit. Gjithmonë përpara se sa unë të shpallem deputet. Kjo është shpallja nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Sigurisht, që është shpallja nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra në këtë pikë unë nuk kam asnjë detyrim. Edhe në gjykimet e mparshme të gjykatës kushtetuese, që ka bërë për rastin e Beqes, gjykata kushtetuese ka përcaktuar qartësisht se detyrimet e një deputeti për të shmangur pjesëmarrjen në gara publike dhe lidhjet kontratave me institucionet publike fillojnë mbas datës që ai shpallet deputet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Unë jam shpallë deputet në 2 gusht, dini ju në një rast të më thonë një rast të vetëm, që ka nënshkruar kompania e Kokdhimës një tender pas datës 2 gusht? S'ka. Janë nënshkruar të gjitha
kontratat përpara datës 2 gusht. Okej, kam një pretendim të opozitës që ju e keni shkelur kushtetutën sipas saj mbi 150 herë. Nenin 70.3. Tani, më dëgjoj tani. Këto kontratat që ju them unë, të cilat i kam bërë prezent, i kam lexuar dhe i kam paraqitur kudo, këto kontratat që më pretendon Partia Demokratike, janë të lidhura nga data 1 janar 2013 deri në datën 2 gusht 2013. Të gjitha këto kontrata. Por këto janë kontrata 1 vjeçare. Shërbimi i internetit, ju e dini, është 1 vjeçar, për shembull, ose 6 mujor, janë 1 vjeçare dhe janë me pagesën mujore. Pagesa bëhet muaj për muaj, kontrata është lidhur në kohën e dur. Është përpara se sa unë të bëjmë. Madje, pra ka një interpretim juridik që mund të bëhet këtu? Madje, që ta dish, unë se kishte një këta të PD-s thoshin kemi zbuluar. Kemi zbuluar, thoshin, këto 150 raste që janë pagesat mujore, në fakt të këtyre kontratave të marra përpara se të ju të merrni të mandat. Ato thoshin kemi zbuluar ne këtë gjë. E thonë këtë kemi zbuluar në fund të vitit 2014. Ndërkohë që unë, si deputet, në datën 25 korrik të vitit 2013, i kam shkruar letër Inspektoriatit Lartë të Deklarimit dhe të Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, me objekt për gjendjen e konfliktit të interesit dhe i kthem e nderuar zonja inspektore e përgjithshme. Unë, Koço Kogdhima, jam regjistruar në vendin e 3 të listës shumë emrore të Partisë Socialiste depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si kandidat për deputet në qarkun e Vlorës. Në zgjedhjet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të zhvilluara në datë 23/6, referuar rezultateve paraprake, që së shpejti do të miratohen nga organi kompetent, rezulton se kam fituar vendin e deputetit. Në respekt të gjithë kuadrit ligjor për KAC dhe në veçanësi të ligjit 93/67 për ndalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, i ndryshuar, jam duke marrë masat e duhura ligjore për shmangjen e ndonjë situate të mundshme të konfliktit të interesit. E kuptoj, për të mos e lexuar të gjithën se nuk e lexoj të gjithën. Nuk e lexoj të gjithën. Përgjigjja cila ka qenë? Por ku i them unë, rasti i tretit. Unë zotroj 50.26% të aksioneve të shoqërisë Abisnet, që ka për objekt ofrim të shërbimit të internetit, telefonisë dhe shërbime të tjera të komunikimit. Në përputhje me objektin e veprimtarisë, kjo shoqëri, para kandidimit tim si deputet, ka lidhur kontrata për ofrimin e shërbimit të internetit dhe telefonisë me disa institucione publike. Këto kontrata janë me afate të përcaktuara sipas të cilave çmimi për shërbimin e ofruar nga Abisnet do të paguhet periodikisht çdo muaj. Çdo muaj deri në përfundim të afatit kontraktor. Bashkëngjitur keni shkresën për kacet shumë. Ju lutemi, po, më bëni interpretimin. Dhe përgjigja nga LDKP-ja? Që ta shikoni që është 10 ditë para se të shpallem deputet. Ku unë ja bëj me dije. 25 korrik 2013. LDKP-s ja bëj unë me dije. Rastin që e paska zbuluar Saliu në fund vitit 2014. LDKP-ja thot, më kthen përgjigje në datën 7 gusht mua të vitit 2013 dhe më thot që në përgjigjet tuaja më thot për bla bla bla, ka dy çështje. E para, referoju në ligjit për konfliktin e interesave, dhe e dyta, pyesni organin e pror që në rastin tuaj është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe unë, çfarë kam bërë? Në datën 11 Kuvendit shtator, jam drejtuar Kuvendit. Dhe i them, po, më jepni interpretim dhe këshillim çfarë duhet bëj unë që të mos kemi ndonjë problem. Dhe Kuvendi më ka kthyer gjithashtu përgjigje. Urdhroni, kjo është letra që ja kam drejtuar Kuvendit të Shqipërisë. Po pse e keni bërë publike në media më herë? Jo, nuk i kam bërë asnjëherë. Është era e parë që është publike. Dhe Kuvendi janë autentike, besoj. Janë letra dërguara në këtë kohë që ju thoni. Po ju mundi verifikoni. Ato kanë datë dhe kanë numër protokolli. Bajni shnim numrat e protokollit dhe datë, mundi verifikoni. Dhe unë i kam kthyer përgjigje
kam marrë përgjigje nga kryetari i parlamentit, nga zoti Ilir Meta, i cili ka në përgjigjen e vetë më thot, referoju ligjit 63-67 për konfliktin e interesit, njëkohësisht thot, po, organ kompetent për konfliktin e interesave është ILDKP-ja. Pra, merr tek ILDKP-ja e cila në fakt ju dha një përgjigje që shkonit në parlament. Po. Çfarë bëhet me këtë pas kësaj dy përgjigjeve? Ligji që ne kemi përpara është shumë i qartë ligji. Ligji është i shkruar shumë qartë dhe thot, ndalohet lidhja e kontratave, asgjë tjetër, me entet publike dhe shtetërore. Dhe ne nuk kemi nuk kemi lidhur asnjë kontratë që nga çasti që unë jam bërë deputet. Okej, a lejohet të jesh pronari një kompanie kur je deputet? Sigurisht, që lejohet të jesh pronari kompanive, të kesh pasuri, prona, gjithçka, nuk ke as pengesë. Ke pengesë vetëm të lidhësh kontrata me institucionet shtetërore dhe publike. Ky është legjislacioni që kemi. Edhe ligji për konfliktin e interesit, i 93-67, e kam këtu ligjin, thot, në 21, ndalimi i lidhjes kontratave për zyrtarët që nuk duhet të krijohen situatë konfliktit interesave. Pra, për çfarë është përgjegjës Kokdhima për një gjë që s'e ka bërë, që s'ka bërë asnjë gjë? Është përgjegjës që s'ka bërë asnjë marrëveshje. Është përgjegjës që nuk ka bërë asnjë ndikim. Për çfarë është? Okej, do të presim gjykatën konstitucionale për të çfarë mendon. Është shumë e qartë që unë nuk kam bërë asnjë veprim. Pra, unë nuk mund të jem përgjegjës kur ka filluar mandati im për një gjë që s'e kam bërë, për një veprim që s'e kam kryer. Këto janë të gjitha sulme politike të Saliut dhe të vetëve, janë historitë e tij, nuk kanë lidhje me punën time, kanë lidhje thjesht me nevojat politike të Saliut dhe të opozitës. Më lejo të shkojmë publicitet dhe do rikthehemi. Do t'ju pyes prapë për gjykatën konstitucionale. Ktu do rikthehemi tek çështja e mandatit. A e duheni se mund ta humbisni? Do ja u jap dokumentat. Pas pak. Jemi në pjesën e fundit të intervistës, po diskutojmë me deputetin Kokdhima çështjen e mandatit drejtuar gjykatës kushtetuese. Druheni se mund ta humbisni mandatin? Ky është një debat politik për mua, sepse nga pikpamja juridike, kjo është një çështje shumë e qartë, nga ato vendime, ligje që janë të shkruara dhe vendime. Se unë kam lidhje me përgjegjësitë që lidhen me mua. Pra, i deputet duhet përgjigjet për veprimet që bën, jo për gjëra që nuk i bën. Dhe çështja ime është një çështje e pastër. Dua të them që kjo nga pikpamja politike dhe nga pikpamja morale dhe qytetare është një çështje shumë e qartë. Tërë dynjaja e ka të qartë që kjo është një çështje politike. Jo i gjithë dynja. Partia Demokratike jo. Tërë dynjaja, Partia Demokratike nuk ka paraqitur asnjë provë ndryshe nga këto që them unë. Këto janë provat e Partisë Demokratike. Këto që them unë. Të gjithë këto kontratat që ju thash, këto janë provat e tyre. Nuk është se ato kanë paraqitur ndonjë provë tjetër. Po, dhe në interpretimin e tyre është kelur ligji. Po këtë do të çojmë gjykatën kushtetuese si do të është një çështje e bërë nga gjykata kushtetuese, sepse kemi rastin Beqe kur gjykata kushtetuese thotë që një deputet fillon përgjegjësia e një deputeti në momentin që shpallet deputet, jo përpara sa të shpallesh deputet. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo është një çështje e sqaruar, është një çështje politike, po moralisht është një çështje moralisht unë s'kam asnjë përgjegjësi. Vendimin e gjykatës kushtetuese? Unë jo vetëm që e pres me përgjegjësi, po unë dua të them edhe një gjë tjetër, Ilva. Më thënë në rastin tim, ajo çështja e mandatit formal të deputetit, as nuk më privilegjon mua, as nuk më bën më pak të privilegjuar. Është një gjë që unë nuk kam problem as për të folur, as nuk kam problem për të shfaqur ide, mendime, etj. Mundësitë e mia janë të plota. Nuk më shton mua mandati deputetit asnjë gjë. Dhe nuk kam ndonjë emocion në këtë pikpamje. E gjithë angazhimi im është për të zhvlerësuar këtë fushat denigruese dhe shpifse. Edhe rasti im është një rast që në një pikpamje të caktuar është edhe një akuzë për shtypin, sepse ky shtyp pa integritet nuk merr çështjen
që bëhet për një deputet. Vetëm mos të përgjegjësojmë shtypin, po jo mos themi shtypin përgjegjësisht. Pa integritet, po them. Një çështje që bën ka 2 vjet e kusur kjo çështje në treg. Dhe nuk merr një shtyp, një organ i pavarur, një gazetar ose një grup gazetarësh të marrë, ta studiojë dhe thotë po, ka bërë ky deputet ndonjë gjë? Ka bërë një shkelje? Se këto janë çështje që i gjykojnë njerëzit. Këto janë çështje që shtypi i gjykon. Ka dhe nga ata që mendojnë që keni bërë shkelje, zoti Kokdima. Le ta shkruaj njëri një provë që thotë, unë kam gjetë një provë të shkeljes tij. Më thoni një provë që ka shkruar, pretendon një organ i pavarur që ka gjetur një provë të shkeljes që hipotetike që mund të kem bërë unë. Le ta thotë. Shtypi nuk është gjykat, opinion informon. Nuk jep vendime dhe verdikte. Shtypi bën investigon të vërtetat dhe nuk merr ato që nxjerr Saliu çdo ditë, edhe ti amplifikoj çdo ditë borit e Saliut, edhe shpifjet e Saliut çdo ditë. Po shtypi serioz e merr një indicje, e heton se kjo është çështje që zhvillohet në mes ditës, në Parlamentin e Shqipërisë, në mes Tiranës dhe ka mundësi të plota kushdo ti thot po kush janë faktet që ke ti zotëri? Qa kontratash ka bërë ky zotëria? Thot ligji kështu? Po, thot ligji kështu? Dhe të shfaqi ballafaqimin e pretendimeve juridike. Pse bëhet ky debat për një çështje të tillë nga Saliu dhe nga opozita dhe nuk bëhet ky debat mes Kokdhimës dhe shtypit? Mes Kokdhimës edhe organeve të pavarura të shtypit. Ju po e bëni se ja ku jeni në një media jeni. Jo, ju nuk jeni shtypi këtu. Ju jeni një qark që sillni këtu përballë me ato që thot opozita. Pra ju më thoni, kështu thot PD-ja për ju, kështu thot PD-ja, po nuk më thoni ju që unë kam bërë një investigim, ose redaksia ime ka bërë një investigim, dhe ne kemi zbuluar këtë fakt, që ti ke bërë këtë shkelje në raport me këtë ligj, ose këtë vendim, ose këtë praktikë. Por mund të them ama që deputetët e Partisë Socialiste votuan që mandati juaj shkojnë gjykatën kushtetuese. Tashi, për sa i përket votimit të deputetëve, shumë mirë që ma kujtove këtë gjë, se më pëlqen. Deputetët e Partisë Socialiste kanë votuar 2 herë. Një herë kanë votuar qëndrimin në përmbajtje, raportin, si e vlerësojnë ata këtë çështje dhe këtë pretendim dhe këtë akuzë, dhe janë shprehur qartësisht me votë të plot që ato nuk e mbështesin akuzat e opozitës, por janë shprehur qartësisht që deputeti Kokdhima nuk ka bërë shkelje. Ky është vendimi dhe raporti i kuvendit. Ndërkohë që pas gjykatës, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, pas interpretimit të gjykatës kushtetuese, që ka interpretuar nenin 4 të pikën 4 të nenit 70 kushtetutës dhe ka thënë që këtë jetutje, çështja pavarësisht se si mendon, duhet të shkojë gjykatës kushtetuese. Dalim nga këto teknikalitete. Jo, nuk është teknikalitet. Pavarësisht nga kjo, do i shkojë detyrimisht. Pra, tashti nuk është më në dorën e deputetëve që ta votojnë ose të mos e votojnë çuarjen në gjykatën kushtetuese të kësaj çështje. Janë të detyruar. Dhe deputetët e Partisë Socialiste kanë zbatuar këtë ligj kushtetues tani. Këtë normë që është kushtetuese kjo normë tani me këtë interpretim. Pra ju ishin në dieni që në seancën e 10 marsit do votoj për mandatin tuaj. Kishit komunikuar me kryetarin e grupit? Kjo është një gjë, ja, ky është një detaj, për shembull që është një detaj që më ka mërzitur në këtë rast, sepse unë nuk kisha dieni që do diskutohesh çështja ditën e njëjtë në kuvend, në parlament. Nuk kisha dieni, unë e mora vesh këtë çështje 15 minuta përpara se sa të fillonte votimi. Ajo ishte një çështje që nuk që përfshirë në rendin e ditës, dhe unë s'kishte se si ta dija. Dhe deputetët zakonisht informohen, grupi parlamentar të hënat informohet për rendin e ditës, zakonisht. Ndërsa në rastin konkret, kjo s'mund të dihesh që të hënën, sepse kjo në byron e mandateve ka kaluar në komision e mandateve ka kaluar në ditën e martë. Kuptoj, po nga e marta drejt e njëjtën, pse s'u informuan? Kush duhet të informonte? Dhe kjo është një gjë që mua nuk më erdhi mirë, sepse një deputet duhet të di kur diskuton në parlament, kur diskutohet çështja e tij në parlament, sepse duhet të përgatisi qëndrimin e vet, edhe
Unë do t'i kërkoj shpjegimet për këtë çështje sigurisht, por s'kam pasur shumë kohë në dispozicion. Po, keni pat komunikim me zotin Ruçi, kërkuat shpjegim fillestar apo? Jo, kam pas vetëm komunikim në parlament, por nuk kam pasur komunikim më pas, sepse kemi qenë të angazhuar, por do të kemi kontakte dhe unë do t'i kërkoj shpjegime për këtë çështje. Po, do t'i kërkoni shpjegime për këtë çështje pse u votuat e njëjtën? Jo, pse s'kishim dieni dhe pse kjo ishte një çështje që u përfshi jashtë rendit ditës. Nuk është se do të ndodhte të kuptojmë edhe një gjë. Përveç faktit që unë u gjenda i surprizuar dhe i pa përgatitur, s'kisha asnjë letër me vete, edhe dërgova një shoferin të merrte letrat që kisha lënë për këtë punë zyrë. Përveç kësaj, kjo nuk është se ka në një rëndësi të madhe në një pikpamje tjetër, sepse edhe si të që një javë më vonë, ajo prap ishte një gjë që do shkonte në gjykatë, do shkonte. Ajo nuk shton dhe nuk heq asnjë gjë në vendimin e grupit parlamentar për të votuar për ta çuar në gjykatë. Nuk ndryshon ndonjë gjë. Si janë marrëdhëniet tuaja me zotin Ruçi? Shumë të mira janë. Me zotin Ruçi dhe me të gjithë të tjerët, unë kam qasjen time për punët në parti, jam bashkëpunues me të gjithë dhe bëj më të mirën për punën, me histori tjera nuk merrem. Megjithatë, meqense jemi në minutat e fundit, mund ta evidentoj fakt gjuhën e ashpër që ka ish kryeministri zoti Berisha ndaj jush, po dhe ju ndaj tij, me të drejtën, madje ka edhe një foto që në media është komentuar si një gest i pahishëm ndaj tij në momentin kur u votua për dërgimin e mandatit tuaj në gjykatën kushtetuese. Shiko tash, për sjellja Saliu është shumë provokator, është shumë i pasjellshëm, është shumë shpifës, është një person pa etik. Këto nuk janë se i them unë, kështu është e vërteta. Ai punën e kompanive të mia e konsideron vjedhje, punën e ligjshme të kompanive. Ai abuzimin me pushtetin e konsideron punë. Ai marrëveshjen e detit e konsideron punë, kur shet një copë të adheut ton ja fal një shteti tjetër. Ai gjithë ato akte të rënda të korrupsionit, të qeverisë tij dhe të njerëzve të tij i konsideron punë. Gjithë punët e kompanive të mia, gjithë punët e djemve dhe vajzave që punojnë atje të punojnë svetan në përputhje me ligjet e shtetit, nën qeverisjen e tij e konsideron vjedhje. Të gjitha sjelljet e tij janë sjellje absolutisht jo ndihmuese për atë parlament atje. E ka marrë peng Partinë Demokratike, ka marrë peng atë parlamentin, ka marrë peng tërë opinionin e vendit. Mund ta pyesë Berisha kur ta kem këtu, por dua të pyes ju tani. Është një makineri ndotëse. Dhe është një makineri ndotëse. Çfarë ishte ajo? Tashi, ajo foto që shikon atje. Tjetra. Po, ajo foto që pam atje. Jam shumë i vërtetë në këtë që të them. Është komentuar në mënyrë krejtësisht abuzive. Ajo foto është një foto që unë jam i drejtuar nga podiumi dhe po të them që nuk ka qenë Sali Berisha në podium. Dhe nuk është, ajo foto është interpretuar abuzivisht nga media. Keni pat debate me zotin Berisha në ditë? Tashi, ato debate janë jashtë off the record, nga ajo që nuk është dëgjuar. Janë transmetuar ato debate, janë transmetuar në publik. Edhe unë, me thënë drejtë, nuk i kam parë transmetimet e asaj dite dhe nuk e di se çfarë është transmetuar dhe çfarë nuk është transmetuar. Po dini se çfarë i keni thënë? Por dëshiroj që të them vetëm kaq që nuk krahasohet dot Saliu, jo Saliu. Por unë jam një model i njeriu të sjellshëm dhe etik dhe nuk jam i llojit tij dhe as i llojit tyre. Unë nuk kam lidhje me sjelljet dhe abuzimet. Ky gjest nuk i drejtohej opozitës apo një deputeti caktuar. Kjo që shikoj unë atje, kjo foto që shikoj unë atje, është komentuar krejt abuzivisht. Kaq. Okej, mirë. Kam shumë pyetje që më vinë për Borshin, zoti Gogdima. Keni dieni pse më pyesin kaq shumë për Borshin dhe madje ka edhe një foto që ma kanë dërguar, me sa duket janë bërë ekspertë edhe të montazhit përmes celularëve dhe smartphone-ve, ku thonë, më ndihmo pak regjia shpejt, lutem nëse e kemi. Borshi krejtësisht i lënë mëshirë të fatit, madje me mbeturinë e Buzdetit, ndërsa qeparoi me palma dhe i rregulluar dhe i sistemuar. S'ka asnjë lidhje këto. Borshi është një vend shumë i bukur. Dhe sigurisht i lënë mëshirë të fatit. Do t'ja u jap, jam një banor i fshatit Borsh, pse në fshatin ton ka 25 vjet që nuk është bërë asgjë. Borshi,
përfshirë edhe në rilindje, në 2 vite gjysmë prap u premtua shumë, po nuk është bërë asgjë, një plan studimi maksimumi dhe u sill sa duam dhe drita dhe sigurinë e rendit pasi kemi probleme dhe me grabitje. Tashi, Borshi, si që thash, është një pjesë e rivjerës son, që është shumë e bukur, shumë e shkëlqyer, dhe e harruar për 25 vite, sigurisht. E dëmtuar dhe e pandimuar. Ndërsa në këto 2 vjet e gjysmë, 2 vjet e gjysmë të qeverisë son, qeveria jonë dhe kryeministri jonë i kanë kthyer një vëmendje të posaçme gjithë rivjerës dhe gjithë Bregdetit. Me përjashtim të Borshit. Do të donim, nuk është puna me përjashtim të Borshit. Ka qëllim realisht për ta lënë Borshin të pazhvilluar? Se ka teori konspirative që janë interesa greke. Këto janë historira pa asnjë lloj baze. Nuk është e mundur që të atakohen njëkohësisht nga qeveria jonë të gjitha fshatrat dhe të gjitha segmentet e Bregdetit jonit, por punët që po bëhen në shumë vende, tani do ketë edhe një projekt për në Borsh me Sadiun, është miratuar një projekt në Borsh me Sadiun, por nuk duaj që t'jem, se nuk jam shumë i saktë për këtë gjë, por Borshi është në një... Ja ku ishte fotoja. Është në... Nga krahasimi, në fakt? Ka potencial shumë të mirë dhe jam i sigurt që qeveria jonë do bëj atje investime të shkëlqyera, siç po bën edhe në Himar, siç po bën edhe në Dhërmi, siç po bën edhe në Qeparo, siç po bën edhe në Kudhës, në Pilur, siç bën në Sarand tani, e kështu me radhë. Pyetje konkrete sërish, nuk po ja lexoj emrat meqense kanë shkruar në inbox dhe jo në komentet e Facebookit hapur. Dua t'i bëj një pyetje zoti Kogdhima, i keni premtuar komunitetit të Fterës për të shtruar rrugën me asfalt. Brenda këtij mandati, Fter Borsh, i qëndroni këtij premtimi? Tashi Kogdhima nuk është kryetari i qeverisë, që të jemi të qartë domethënë. Unë jam deputet. Po, unë jam deputet dhe si deputet unë loboj, unë bëj shumë përpjekje që të zgjidhim sa më shumë çështje. Atje kemi bërë një progres, sepse janë bërë tani më projektet, dizajnet, preventivat për rrugën e Fterës, edhe për rrugën e Çorajt. Por, ka financim? Sigurisht që duhen gjetur financime. Nevojat për financime për Bregdetin janë shumë të mëdha dhe mundësitë e qeverisë son janë të kufizuar, nuk mund t'i bëjnë. Por, patjetër që unë do përpiqem dhe kolegët e mi të tjerë deputet të qarkut të Vlorës do përpiqen që të ndihmohen sa më shumë dhe të zgjidhen sa më shumë projekte. Pyete pak zotin Koço, kur do të bëhet rruga e Kurveleshit, se ka mbetur si në vitet 40 që dhe ata anëtar të rinj ta ndjejnë dorën tuaj si deputet atje. Rruga e Lumit të Vlorës është një rrugë e financuar tashmë. Qeveria jonë i ka parat, qeveria jonë ka siguruar financimin, janë bërë dhe projektet, është në proces tenderimi dhe rruga e Lumit të Vlorës do bëhet shumë shpejt. Dhe nga ana tjetër, një nga ato degëzimet që do lidhen me rrugën e Vlorës është edhe degëzimi i Kurveleshit që do zbresi nga Gusmani, do vi në këtë rrugën e Lumit të Vlorës dhe do bëhet një lidhje shumë e shpejt edhe me Himarën edhe me Vlorën. Edhe një pyetje që na vjen nga një teleshikues me sa duket na ka ndjekur në intervistën tonë. Thotë jam një student ekselent nga Vlora, kam mbaruar për informatik. Kërkoj që zoti Kogdhima të më gjejë një vend pune pa më verifikuar më përpara nëpërmjet zyrës së tij nëse jam njeriu tyre, nëse kam teser partie, nëse kam bërë fushat për Partinë Socialiste, nëse kam të majt partinë. Thjesht dua një punë. Thotë jam ekselent në fushën time, ndërtoj faqe webi dhe jam programues i mirë në gjuhë dhe programim. Diplomën ma ka dorëzuar kryeministri për 20 vjetorin e universitetit, të lutem transmetoja pak deputetit. Sigurisht për këtë punë që thotë zotëria që bën faqe web e tjera, nuk është e mundur që të punësohet në ndonjë ndërmarrje shtetërore apo për këtë gjë, për të bërë këtë lloj pune. Ai mund të punësohet si IT, mund të punësohet si për shërbime të tjera, nuk e di. Po për këtë lloj pune nuk besoj që të kërkojë punë administratë. Po, të paktën nga njohjet që kam unë. Këto janë punë që mund të funksionojnë shumë mirë në treg. Mund të bëhet shumë mirë si përmarrëse. Mirë. Mund të shkojsh shumë mirë për shembull te Abisneti ai. Tani po punoni për kompaninë tuaj, do ja akuzoj opozita. Do ja akuzoj opozita që po jeni në konflikt interesi. Abisneti nuk është e imja se e kam transferuar, e kam shitur si kapitale. Shitje fiktive apo reale? E kam shitur Ilva, e kam shitur atë kompani. Pavarësisht se nuk kujdeseni më për shëndetin financiar të Abisnetit. Saliu dhe PD-ja e kanë sulmuar atë sikur të ishte
një kompani kriminale, jo një kompani shqiptare, një kapital shqiptare tjera. Edhe gjithë ky, si me thënë, marketing i errët i tyre është një agresion mbi këto lloj pasuri dhe mbi këto lloj aktivitete. Por ajo është një kompani e shkëlqyer. Është një kompani shumë e shkëlqyer dhe që ka punësuar aq shumë djem dhe vajza. Ju mungon biznesi, ju ka shkuar ndonjëherë në mend ta lini mandatin vet, pavarësisht se ç'ndodh me gjykatën kushtetuese? Tani unë jam serioz edhe i kam bërë premtime popullit atje dhe do t'i qëndroj premtimeve që i kam bërë popullit deri në fund. Deri në 2017 apo dhe mandat? Deri në fund, deri në zgjedhjet e ardhshme. Do t'i qëndroj në kryet detyrës dhe të premtimeve që i kam bërë njerëzve, t'i përfaqësoj, t'i ndihmoj sa të mund deri në fund. Po në 2017 do t'jeni sërish në listë për deputet? Është herët të flasim për 2017. Është herët, por unë do të apo keni ambicie për të qenë në qeveri? Unë e kam thënë ambicien time. Kam ambicie të jem deputet i popullit, kam thënë. E kam shprehur qysh në qershor të 2013-s këtë. Dhe deputeti nuk mund të jetë ministër, në fakt paktën me rregullin e fundit që ka vendosur zoti Rama. Këto janë çështje jo kryesore, këto janë çështje të dorës dytë, këto janë histori që s'kan shumë rëndësi. Po kryeministër? E keni menduar ndonjëherë? E kam menduar që të mbështes deri në fund kryeministrin. Aktuale? Apo cilin do kryeministri që mund të ketë majta? Kryeministrin e Partisë Socialiste, kryeministrin e Smajtës Bashkuar. Që quhet? Edi Rama. Aktualisht. Dhe që do jetë i tillë edhe pas 2017. Unë besoj plotësisht. Po emri i presidentit të ri, e dini? Jo, nuk mund ta di. Do të jetë në negociat, do të jetë konsensus dhe me Partinë Demokratike apo do të jetë vetëm mes të majtës? Do ta vendosi konsensualisht Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Po Partia Demokratike nuk do të jetë negociata për të një emër konsensual? Nuk mendoj se është i domosdoshëm. Por megjithatë, në politikë ndodh çdo gjë. Ku e di unë se çfarë do bëj. Por e majta e bashkuar i ka mundësi ta zgjidhë vetë. Një gjë është e sigurt që kjo çështje do zgjidhet konsensualisht mes dy partive tona. Mund të përfshihen edhe parti tjera, por dy partit tona do jenë konsensuale në zgjidhjen që do bëhet. Faleminderit që ishit në studion e Tonight sonte. Faleminderit. Faleminderit që ishit dhe datë përgjigjet, shpresoj që ajo çfarë keni thënë sot jetë e vërteta juaj dhe e vërteta që do të gjejë dhe gjykata kushtetuese. Faleminderit. Natën e mirë, faleminderit për vëmendjen, nderuar dëgjues, jam jashtë kohës.